Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Ditën e premte, SPAK ka lëshuar 20 urdhër areste, 15 me burg dhe 5 me arrest shtëpie. Emrat të njohur të botës së krimit, të fushës së ndërtimit, biznesmen të njohur dhe me lidhje shumë të fuqishme politike. Është një dosje tronditëse, shumë tronditëse, që na provon simbiozën, atë që ne themi, kemi thënë vazhdimisht në studion tonë, simbiozën mes krimit dhe biznesit. Trafik droge, pastrim parash, nëpërmjet ndërtimit, përfshirë dhe kullat dhe tjetërsim pronash. 3 shtylla të fuqishme me cilat mbahen këto ingranazhe dhe kjo botë që pak a shumë është krijuar në vendin ku ne jetojmë. Pikërisht kjo do të jetë pjesa e parë e misionit tonë për mbrëmjen e sotme. Ndërkohë është në zhvillim, ka filluar herët, siç fillon në rreth orës 6:30, dita e 16 mos gaboj apo jo. E protestës të cilën e cila vijon, të cilën do të diskutojmë në pjesën e dytë të emisionit me një panel tjetër. Me një panel dytë të tjerë dhe 2 pjesëtar të sotëm, të pjesë parë. Të ftuar në studio për pjesën e parë të këtij emisioni, unë kam zonjën Klodiana Lala, mirëmbrëma, faleminderit shumë. Artan Hoxha, Sokol Bregu, Andi Tela, shumë faleminderit për kontributin që do të jepni në këtë pjesë, besoj mjaft të rëndësishme për të cilën ju jo vetëm jeni ekspert, po keni folur vazhdimisht. Pra, do të bëjmë një përpjekje të cilën do t'ju them që në fillim. Sa më thjesht që popullata të kuptojë, se popullatës po ju futëm Klodo shumë në detaje kështu, detaje që nuk i përgjë. Sa më thjesht, po dhe detaje do kemi. Popullata edhe detajet. Kupton dhe detajet. Madje mendoj që djalli aty në detaje fshihet. Fshihet djalli në detaje, thot Klodi dhe kjo është vërtet, nuk mund ta mohojmë. Pra, tani direkt. Një dosje e bujshme e SPAK ka rikthyer në vëmendje një problem si thash që ne kemi diskutuar shpesh. Pastrimin e parave të drogës edhe në kulla, edhe në resorte. Edhe në kryeqytet, sidomos kryeqytet për kullat, po edhe në resorte që kanë filluar të shtrihen gjithësisht kohët e fundit. Në lidhje simbiotike, një simbioze qartë midis krimit dhe biznesit në Shqipëri. Sot nuk kemi vetëm amëndësime, por një jetim konkret që duket se e provon këtë gjë. Tani, zonjë Lala, si nis me që je e vetëm e zonjë në panel, si nis këtë investigim? Kush janë personat kyç, çfarë ka zbuluar SPAK? Shpjegimi i përgjithshëm pastaj do diskutohet për emrat njerëzit kryesor të kësaj dosje, të cilat ka penalizuar SPAK. Është një jetim i vitit 2021, i cili ka nisur mbi bazën një sekuestroje që prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka bërë për një pronë në zemër të Tiranës, ngjitur me Errol Benja. Bëhet fjalë për një pronë të cilën e zotronte Eldi Dizdari ose Denis Matoshi, një personazh shumë kontrovers i botës krimit, i arrestuar dhe më pas i liruar në Dubai, kryesisht është i kërkuar për llogari të autoriteteve italiane dhe konsiderohet një ndër njerëzit më të rëndësishëm në narkotrafik. Në atë kohë ishte duke u diskutuar në lidhje me këtë pronë që të zhvillohej dhe ka patur një seri kalimesh të kësaj prone me dhurim, por edhe tjetërsim të saj deri tek duart e Artur Shehu, që në fakt më pas rezulton edhe personazhi kryesor në gjithë këtë hetim. Po ndërsa prokuroria e posaçme e kishte sekuestruar këtë pronë dhe po vijonte hetimin në lidhje me të që dyshoi se ishte pronë që rrithe nga burime të paligjshme dhe kriminale, zhvilluesit e pronës që ishin familjar të Fatmir Ramës ose ndryshe i njohur si Miri Gjikes, një personazh i cili është ekzekutuar në 2003 tek ish kartodromi në Tiranë, bëjnë një kërkesë në prokurorinë e posaçme dhe kërkojnë informacion nëse shtetasi Artur Shehu nga Vlora ishte ose jo nën hetim. Dhe pikërisht nga ky moment fillon më pas edhe një hetim, shtohen disa vepra të tjera penale që lidheshin pikërisht me Artur Shehun. Ne e dim që Artur Shehu kishte shumë vite që ishte larguar nga Shqipëria, kishte pasur shumë diskutime dhe shumë akuza në raport me të për tjetërsim pronash në Bregdet,
për përfshirje në rrjetin e trafikut të drogës, kryesisht llojit kokainë e tjera me radhë, por në Shqipëri nuk ishte patur asnjëherë asnjë njoftim nga autoritetet në lidhje me të, asnjë hetim penal të qelur më herët apo të dënuar sa u përket këtyre veprave penale, sepse në rininë e tij dyshohej për trafik klandestinësh, pra si një ndër skafistët e zonës atje. Tani çfarë ndodh? Në këtë moment, duke sikur hetimet nuk po jepnin më rezultat për shkak se nuk ishte të dhëna nga ana autoriteteve dhe kur mbrin një letër porosi nga autoritetet spanjolle, rezulton që autoritetet belge, spanjolle e të tjera, të cilat ishin duke hetuar klanin kriminal një klan kriminal në të vëllezërve Osmani, rezulton që kishin përgjuar një takim në ishullin e Arubës. Dhe në këtë takim, rezultonte që kishte qenë Artur Shehu bashkë me të besuarit e vet dhe disa personazhe të botës krimit, aty flitet edhe për një zyrtar të lartë të pa identifikuar dhe në këtë takim diskutohet në 3 shteta kryesore. Që të mos ikim këtij momenti me që dole vet. Jo. Zyrtari i lartë thoni ju, ndërkohë Sali Berisha odhi sot akuzën se s'pak e di se cilët zyrtar shqiptar, ai nuk thot një, po thot më shumë se një, cilët zyrtar shqiptar kanë marrë pjesë në takimin e Arubës, por qëllimisht nuk i identifikon ata, por nxjerr vetëm biznesmenët. Si qëndron e vërteta për këtu? Tani në dosje thuhet që ka qenë një zyrtar i lartë i cili ka qenë në këtë takim dhe është përgjuar nga autoritetet e huaja dhe të gjitha dënat janë vënë në dispozicion palës shqiptare. Por në dosje janë identifikuar vetëm njerëz të botës krimit, të cilët janë është Artur Shehu kryesori, është i besuari i tij Adrian Rama, njëri nga nipat e mirit të Gjikës, është Elton Mehmeti etj me radhë, por nuk rezulton me emër të jetë zbardhur zyrtari dhe unë nuk mund ta abuzoj në lidhje me këtë pjesë. Se çfarë di zoti Berisha? Unë thashë atë me kemi dëgjuar dikur, po ndoshta është e vërtet, Berisha duhet Berisha del si kryetari i opozitës, ai duhet ta thotë këtë gjë. Patjetër, nëse ka të thotë zoti Berisha, s'u dua ta kaloj. Është nivel ministri. Nuk dua aty thuhet zyrtar i lartë kaq, por unë dua të ndalem diku tjetër. Pse mendoj unë që ky takim i Arubës është shumë i rëndësishëm sa i përket hetimit, sepse kam parë ditët e fundit një relativizim. Artur Shehu ishte zhdukur nga harta dhe praktikisht nuk ishte një personazh që kishte një hetim nga autoritetet shqiptare apo të vendeve të Bashkimit Evropian. Në momentin që ai vëzhgohet dhe takimi përgjohet në Aruba, më pas autoritetet edhe nga dosja Black Eagle ose Shqiponja e Zezë në Belgjik, rezulton që ka kryer 10 takime të tjera në Majorka, në Gjermani, në Belgjik, në prani të klanit, pra pjesëtarëve të klanit Osmani etj me radhë, sepse bëhet fjalë për një hetim për klanin Osmani në vitin 2019 nga autoritetet belge kryesisht. Dhe normalisht autoritetet e huaja arritën të krijonin një panoramë të qartë se kush ishte ky personazh. Dhe janë 3 shtyllat kryesore ku po diskutohej. Çështja e trafikut të kokainës, që rezulton nga disa vende, që nga Brazili, Peruja etj me radhë. Më pas ka të bëjë me pastrimin e parave dhe në finale fare shkohet edhe tek investimi në kullat larta në Tiranë apo në rezorte luksoze në jug të vendit. Tani çfarë ndodh në gjithë këtë histori? Prokuroria zbulon edhe 2 degëzime ose 2 grupime kriminale që i konsideron si mjaft të rëndësishme në linjën e trafikut kokainës. Njëri grupim është grupimi që drejtohet nga Alfredo Hamzai, i cili është dënuar në kuadër të operacionit Black Eagle. Edhe unë mendoj që brenda atij operacioni dhe atij hetimi ka një të penduar të drejtësisë, sepse fakti që ka shumë detaje në lidhje me këtë çështje, patjetër që dikush ka folur në lidhje me këtë aktivitet, dhe ky personazh është i lidhur me Ores Sotën, biznesmen, por nga ana tjetër është i lidhur edhe me Artur Shehu. Në detaje do zbresim tani. Jo, shkurtimisht, pa hyrë në detaje, po them vetëm grafikisht. Dhe grupimi tjetër i drejtohet nga Artur ose Luciano Koçeku. Tani, në gjithë këtë histori, paratë e Koçekëve ka dyshime të forta prokuroria e posaçme që i pastronte biznesmeni Ilir Shtufi në ndërtimin e kullave në Tiranë. Po, unë po bëj vetëm grafinë e përgjithshme, pastaj ndalemi në pikat konkrete. Paratë e Koçekëve dyshohej që i pastronte Ilir Shtufi në kulla në Tiranë, por kishin nisur planet për të investuar edhe te Green Coast në Palas. Pra, kjo është në vijat të përgjithshme ajo çfarë prokuroria ka gjetur. Pastaj ka personazhe të tjerë që besoj do i kapim moment pas momenti. Sa pasuri janë, para se të kaloj të zoti Hoxha, janë sekuestruar. Në media janë raportuar shifra maramense. Llogari bankare, vila e tjerë e tjerë. Deri në 500 milion euro. Pra, për llogaritja e gjithë pasurive, po flasim në total, sepse janë llogari bankare, janë vila, janë apartamente. 128 milion janë të ngrira vetëm në llogarinë e noteres që lidhet pikërisht me skemën e tjetërsimit të pronave në Zvërnec, që vëllezërit Alkajat nga Katari doja kalonin kompanisë ndërmjetëse
Albania Land Development që janë pasuri të bllokuara, pra janë para të ngrira në llogari, që kanë të bëjnë me skemën masive të tjetërsimit të pronave. Pastaj janë pasuritë e koçekëve që llogariten të vëllezërve Koçeku llogariten mbi 100-110 milion euro. Janë pasuritë e Ilir Shtufit, janë pasuritë të Ores Sotës. Pra në total shkojnë të rreth 500 milion euro, plus minus, sepse ajo duhet parë pastaj edhe me vlerën e tregut, si më vonë ju e dini që pasuritë që janë në sekuestro është vlerësohen e tjera me radhë, por aktualisht është kjo shumë që është e përllogaritur nga hetuesit. Dhe fillon që nga kompani deri tek 500 milion euro. Po, dhe ndoshta ju duket e habitshme, por është skema më e madhe që është zbuluar deri më sot sa i përket pastrimit të parave në kulla dhe rezorte. Kemi patur sekuestrime maramëndse në vlera maramëndse tek organizata kriminale e drejtuar nga Franza Ajdarçopja, ndër më të rrezikshmet që ka patur. Kjo organizatë ka veçanti nuk rezulton deri më tani të kenë kryer vrasje, pra rezulton të jetë marrë kryesisht me trafikun e drogës, pastrimin e parave dhe investimet në zona ekskluzive, nëse mund ta them kështu, në Tiranë dhe në Bregdet. Pra nuk rezulton të ketë hyrë në krim si vrasja apo larja e hesapeve. Ama sa i përket lidhjes ose simbiozës mes krimit organizuar dhe biznesit, ky është ndoshta hetimi më i rëndësishëm dhe që më pas lidhet edhe me skemën masive të tjetërsimit të pronave, që besoj ne do të ndalemi moment pas momenti. Shumë e drejtë. Atëherë, zoti Hoxha, zonja Lala foli për Arubën. Tani unë në mënyrë të posaçme të pyes dhe ju, kjo është dosje e pakzuar si dosje Aruba. Edhe një herë për ju, çfarë është takimi Arubës në studion ton kohën parë, me ju ne kemi folur për dosjen Aruba. Po atëherë mjaft e zbet si zbulim, si thua, ishte më tepër një përpjekje për thënë një gjë që era herës mbuloi nga, kemi folur më pas me zonjën Lala ditë, por mbuloi nga kjo. Ndërkohë, ç'është ky takim për ju? Ju keni folur edhe më parë, madje ju jeni i paditur për këtë gjë nga kush jeni i paditur? Klani Osmani. Penalisht. Ose Felix. Po Bashkim Osmani është njëri nga vëllezërit Osmani. Po është një padi që kam, se javës tjetër e kam seancën e radhës në gjykatën penale të Tiranës. Sigurisht që ata nuk janë shteta shqiptar, janë në origjina Kosova, kanë pasaporta të Republikës Federale Gjermane, me sa diun kanë marrë dokumentat tjera, por Janë këta? Po, janë vëllezërit Osmani janë shumë të njohur për autoritetet e disa vende europiane, po sidomos në Gjermani. Dhe si them zanafilla e këtij, se po ta shikosh, ky si hetim apo si operacion ka një zanafill shumë interesant. Pra ka regjistruar procedimin 287 të vitit 2021. Dhe unë nuk di ndonjëherë që Spaku të ketë bërë një hetim 5 vjeçar, të ketë harxuar 5 vite kohë, por me sa duket të stilin që përdor Spaku, që i vjen një dosje dhe pastaj shfleton në arkiv, gjen një procedim të vjetër dhe materialin që ka ardhur nga një vend i Bashkimit Evropian ja mbivendos procedimit, sepse po të kishin hetuar që në 2021 do ishte përnamje. Por po të shikosh në brendin e dosjes, se kjo lidhet edhe me Arubën, për shembull, në një moment Spaku jep vlerësimi, thotë ta kanë trafikuar lëndë narkotike, thotë që shiteshin 26.000 deri në 30.000 euro kilograme. Ky është çmimi i shumicë. Ky çmim është në vitin i kokainës, është në vitin 2020-2021. Sot është çmimi është 2016 është ngritur, sapo është ngritur. Është sot pra 1 kilogram ka shkuar në 16.000 euro dhe disa vende të BE-s për shkak të kapive të fundit ka shkuar në 17.000 euro. Pra duket që hetimi dhe të dhënat i ka të ikohe është koha e Sky, që ta bëjmë qartë. Sky ka funksionuar nga korriku 2019 deri në mars të vitit 2021. Dhe prandaj kemi ato rastin e Ores Sotës që është kapur, pra që është vendosur dhe në hetim në akuzën për trafik të lëndëve narkotike, sepse logjikisht nuk e gjenim dot pse duhet ishte përfshirë Ores Sota, kur ai vjen nga një familje biznesmenësh me të ardhur goxha të mëdha që s'ka patur nevojë për të futur aty. Por në dosje, këto të dhëna janë kapur nga Sky. Hetimi bazë, mbi të cilën pastaj janë ndërlidhur të tjerët, është pikërisht hetimi ndaj vëllezërve Osmane. Në Belgjik,
për fat, sepse unë aty kam rënë në kontakt atëherë dhe nuk ka qenë SB-t. Në atë kohë pa ka qenë fiks çfarë është dhe sot. Asnjë gjë më shumë. Pra, vëllezërit Osmani kanë qenë në Aruba. Pra, në atë kohë, po them, hetimi ka nisur mbi këta dhe Janë me origjinë dhe prandaj ishte nga Kosova. nga Kosova dhe Mos gaboj nga janë zona shtetas gjermanë. Dhe këta ky hetim mos gaboj atëherë ju emrin e operacionit Shqiponjat e Zeza. Prokurori që ka bërë këtë hetim është i njëjti prokuror që ka hetuar Toyota Yaris. Prandaj në dosje janë dhe dy vëllezër Vladi, që janë te çështja Toyota Yaris, Astrid Vladi dhe Kastriot Vladi. Pra prokurori Julien Mojnil është i njëjti prokuror që ka hetuar Toyota Yaris. Kur zhvilluar operacioni në shkurt të vitit 2022, ku i zhvën dhe emri mos gaboj Shqiponja dhe Zeza, operacioni zhvilluar në 7 vende të Bashkimit Evropian, ku janë kryer njëkohësisht veprime për arrestim. Njëri nga vëllezërit Osmani është ndaluar në Kroaci, pjesa tjetër pastaj është kapur në Majorka, ku thuhej që ishte edhe baza kryesore e tyre, por si prokuror pra që e ka formuzuar këtë dosje është prokurori belg. Dhe prandaj takimi në Aruba ka filmime, pra ka video, ka foto, dhe ka të dhëna, sepse ata kanë qenë në përgjim. Me sa, unë kam takuar 2 nga personat që ka qenë në takim. Njëri për tyre është Artur Sheu. Dhe Artur Sheu më ka bërë qartë që takimi është bërë në Aruba, sepse Aruba është një vend që s'ka nevojë. takuar ti këte? Kam takuar. Çfarë kohe? Vitin e kaluar, para një viti në Miami në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përveç kohës kur ka qenë që këtu, sepse kam pas një njëjë që në kohën kur ai ishte në Vlorë. Dhe më ka bërë të qartë, dhe ai pikërisht e ka kërkuar këtë gjë për atë që kishin publikuar ne. Për të sqaruar që shiko, si doli takimi i Arubës. U than fillim që aty është një person me inicialet E Rama. E Rama përputhesh me inicialet e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama. Edi Rama. Dhe gjëja e kryesore aty. Dhe përmendin dhe tani disa tokë. Po tjetër. Dhe Po kush është ky? prokurorisë belge nuk i kanë interesuar. Ta prokuroria belge është marrë me hetimin e vet dhe pastaj prokuroria spanjolle ka bërë pjesën e vet. Ky është nipi i Fatmir Ramos apo i njohur si Miri Xhikes, i vrarë në janë 2 nipa. Nipi me Njëri nga ata, njëri nga ata kanë Edi Rama. Po, prokuroria belge nuk i ka zbardhur emrin. Ka dhënë vetëm inicialet dhe ka dhe datlindjen mbrapa. Dhe të shpjegim Artur Sheu më ka bërë shiko se nuk ka nevojë. Gjatën jetë kryeministri. Miri Xhikes ajo. Si Rama jo. Jo, ku ka, ishte... Shiko, Julli, në sqarim, zoti Sheu pikërisht të gjë ka bërë. Shiko, ishim në takim për arsye biznesi. Zotërinë të vëllezërit Osmani ka qenë interesuar për një biznes në zonën e Vlorës, ku zoti Sheu ishte pronar, madje përkonte edhe me zonën e Zvërnecit, për të ndërtuar një hotel. Dhe prandaj ishte biseduar aty. Takimi dhe këmbgulja ime ka qenë që ka qenë aty kryeministri i Shqipërisë, se thuhet që kanë qenë deputet, ministër, njeriu i afërt i kryeministrit, njeri shumë i afërt për atë kohë. Dhe ai thotë që nuk ka nevojë, nuk e ke në material, kështu që unë jam në gjykim. Prita mbaroj gjykim. Ha gjykim tjetër thuaj? Prita ai. Nëse ta mbaroj atë. Mos është një ministër që kam dëgjuar dhe unë. Dhe s'po i përballoj dot. Po ç'të them emrin? Tani, nga reagimi i tij tha nuk ka qenë Edi Rama. E para, kjo ishte kryesorja. Se s'kish nevojë të ishte Edi Rama, sepse Edi Rama tha mund ta takoj fare mirë në Miami, në New Jersey, në New York, nuk ka pse të lënë një takim në Aruba, që është një ishull i vogël ku bjen sy, sidomos kur janë politikanë apo zyrtar të nivelit lart. Por ka qenë thotë një person aty i cili në takim, se në fillim u tha që aty është diskutuar për çështje narkotrafiku, pra për çështje ngarkesash, kokainë. Jo, me bërit qartë, takimi ka qenë kryesisht për çështje biznesi dhe takim miqësor, sepse ata kanë njohur, janë personazhe që frekuentojnë edhe vëllezërit Osmani, që janë pronar të një rriti të madh kazinosh në Evropën qendrore dhe në Gjermani, por edhe zoti Sheu është një njerëz që frekuenton kazinot, lojat e fatit, pra Aruba është një vend që shuhet për këtë lloj biznesi. Ishulli i madh është goja. Nuk është ishulli i madh, është përballë Venezuelës. Ndër takimet e filmuara nga autoritetet e goja, nëse del prandaj belgët Shehu dhe Osmani. Prandaj kanë filmime aty sepse ata po ndiqnin Osmanin. E kemi ne atë? Ja ku i kanë foto. Që është përgjuar nga autoritetet. Pra, ata po përgjonin Osmanët. Nga Osmanët janë zbuluar të gjitha gjërat e tjera. Nga njëri zbulohen. Se shkojnë kështu këta, se duke dhe mbjemra, po Shelerët, Shehu, sepse është familja e Shelerëve të famshëm të Vlorës. Në atë moment që doli ky informacion,
në fillim ka dalë në 2021, pra pa u bërë operacioni, për herë të parë ka dalë në 2021. Ki parasysh takimit janë bërë që në vitin 2019. Pra nuk janë, Spaku ishte akoma në Pelena, nuk i kishe veshur akoma Pelenat që të futej në lojë. Pra takimi bërë shumë herë, prandaj është hetimi atyre. Dhe ajo që ka bërë Spaku, me atë që shohun sot, është pikërisht verifikimin e këtyre pasurive, llogarive bankare, ku bashkimin e dosjeve të hetimeve, ku ka patur hetim për transferim prone, për falsifikim dokumentash, pra të gjitha i ka grupuar këto në një çështje të vetme, ka bërë këtë ndërlidhjen që i ka vendosur dy grupe, ata nga Vlora vijnë në fakt të dy palët kryesor që janë, njëri vjen nga Vlora në fakt, ai Alfredo Amzaj, Koçeku vjen nga zona e Bulqizës. Pra, njerëzit më të rëndësishëm këtu janë Bulqizës me Dibrëm. Shehu, që vërtitet gjithandej, Shtufi, Sota, Koçeku. Amzaj. Ndarja është bërë. Pra 5. Pastaj të tjerët, patjetër ka secili Ndarja rolin e është veta. Artur Koçeku dhe Alfredo Amzaj. Pastaj fillon veprimtaria tjetër. Tunis Zanafilla dhe pastaj bashkohen të tjerët. Të tjerët një pjesë nuk i kanë gjitha akuzat një lloj. Për shembull, kur është regjistruar çështja në vitin 2021, akuzat kanë qenë vetëm pastrim produktesh të vepër penale, grupi i strukturuar dhe krye vepra penale në kuadër të grupit strukturuar. Akuza për trafik të narkotikëve është shtuar në vitin 2024. Pra para 2 vitesh, është shtuar akuza, e se kjo plotson puzzle-in. Pra atë që ne vazhdimisht thoshim që krimi organizuar, paratë e narkotrafikut, i pastron Shqipërinë në industrinë e ndërtimit dhe në turizëm, ja ku kemi provën dhe kjo, dhe Spaku ka bërë këtë lidhje, prokurorë që kanë çështjen zgjuboi Altin Domani dhe Kaçkini, të dy kanë bërë këtë lloj lidhje dhe thonë, nisin nga trafiku i narkotikëve, investimi në Shqipëri, përfshirja e tyre në investimet të mëdha në Shqipëri dhe pastaj pastrimi i parave dhe derisa ka bërë lidhjen tani në momentin e fundit kur ka vepruar. Unë do shtoja vetëm një detaj këtu, ylli te kjo pjesa e arrestimit të biznesmenit Shtufi, se ka një element shumë interesant. Ja, do të po kur të kaloj me radhë me secili. Se unë po filloj me më të rëndësishmit me radhë. Ti përmend vëllezit Osmani, si të unë prapë do të hyjë diçka. Atëherë, personi që është në qendër të këtij hetimi është Artur Shehu. Ylli, më falë edhe një. Përveç tyre që thamë, janë 3 vëllezrit Koçeku, 2 vëllezrit Vladi, 2 vëllezrit Rama, se kështu janë të regjistruar në dosje. Pra këto janë elementet më kryesorë se degat më të mëdha të i pemet mëdha që ka konfiguruar hetimi i SPAK. Ti kishe një emision brenda për këtë punë, po diçka ajo e përgjithshme. Kur e lexon dosjen kupton një gjë. Troga ka shumë para. Nëse ti mban në shtëpi, i rrezikon, po pra. I rrezikon që policia ti marrë të gjitha, atëherë duhet gjesh një vend. Në bank nuk i çon dot, duhet gjesh një biznes të sigurt. Dhe gjendërtimin. Kjo është thelbi i gjithçkaje. Pra, SPAK në këtë pikë, pavarësisht se flitet, Aruba, Lidhja, Zvërneci etj, nuk ka bërë asgjë tjetër, përveç se i ka dalë në kokë një historie. Ato që kemi folur për vite me radhë. Pastrimi i parave në biznesin e ndërtimit. A duhet ta fillonte nga mposhtë dhe ka filluar direkt nga lartë? A ka lidhje kjo me projektin e Zvërnecit? A ka lidhje kjo me protestat? A ka lidhje kjo me situatën politike në cilën jemi? Sepse ne të gjithë mendonim, kur përpara se ta lexonim dosjen, se do lexonim diçka të tanishme. Dhe aty gjen Sky dhe enkroçatin e 2021-shit. Pra kjo ishte e gjitha prej kohësh në SPAK. Po, është një dosje si nga spanjollët apo jo? Nga belgët. Jo nga spanjollët. Ka disa tjetër porosi. Por, e kuptoj. Edhe spanjollët dhe belgët, gjithë kanë dhënë nga një dorë aty. Ka pasur gjithë kohën. Patjetër. Unë nuk besoj rastit nuk ekziston. Pse pikërisht në këto momente, sepse mund t'ishte dhe më përpara dhe më mbas. Situatat në cilat ndodhet vendi janë pikërisht i del geografikisht është afër Spanjës ky Aruba?
Nuk është se Afër Venezuelës. Përballë Venezuelës janë Antillet Hollandeze, janë disa ishuj, mes tyre është edhe i Curaçao që luante dje me Gjermani. Pra janë ishuj të vegjël, kanë qenë pronë në Hollandës dhe tash kanë fituar secili pavarësinë e tyre. Por prap nga mbretëria e Hollandës. Se vajten kaq larg këta tani se kuptohen. Po sepse është afër Amerikës, është zonë Dhe afër vendeve të trafikut. Aruba mos është belge. Jo. Jo, Hollande? Hollande. Nese, Antillet në se Pra, unë mendoj që kanë zgjedhur atë vend zoti Rakipi për t'ju shmangur të gjitha hetimeve dhe zbulimeve të... Ja, Tela të thotë diçka dhe pastaj... Zodhen atë vend për t'ju shmangur se më të ishin Jo, se për kundrës. Tela, janë diçka të 500 faqet material, të cilat përbëhen nga një vendim gjyqësor për masat e arrestit për gjithë këta persona dhe 3 vendime të tjera që ka të bëjnë me sekuestrime pronash. Pavarësisht se të gjithë janë në një vendim gjyqësor, janë për çështje të ndara. Pra, aty mund të lexosh të gjithë historinë e Artur Sheut në lidhje me pronën e Zvërnecit. Atje arrin të kuptosh se nga dita 0 e deri tani që u sekuestrua shitja, pra parat e shitjes së Zvërnecit, mënyrën se si ajo pronë ka shkuar në duart e Artur Sheut, si ka ndodhur falsifikimi, prokuria Spaku pretendon që është e gjitha pronë e marë përmes falsifikimit. Pra nuk i takon Artur Sheut, por në bashkëpunim. Pra në qendrët e hetimit është Artur Sheut. Është Artur Sheut për falsifikimin e Zvërnecit. Delte tokat e Zvërnecit. Në bashkëpunim me një avokat të njohur në Vlorë dhe me një zyrtar të hipotekës së Vlorës, i cili merr pjesë në takimin e Arupës dhe në dosje dhe ai përshkruhet si një funksionar publik që merr pjesë në takimin e Arupës. Dhe për te Zvërnecit, pra gjithë historisë falsifikimit të pronës, Artur Sheu del dhe si një nga njerëzit e rëndësishëm, i cili do të bënte të mundur që një pronë e madhe, ngjitur me Air Albania, që dikur ka qenë një fush futbolli dhe fushat e zezat volejbollit famshëm, do ndërtoj një pallat i madh atje, ishte pronë e familjes Grori dhe e familjes Rama Miri Gjikës, po ato janë bashkë në familjet lidhura me njëra tjetrën, dhe Artur Sheu do të merrte një pjesë të pronës, pra do t'ja dhuroni një pjesë të pronës, dhe këtu kam përshtypjen që është bërë ajo mbledhja e famshme e Arupës, me idenë që Artur Sheu do ndikonte që të merreshin lejat e ndërtimit dhe gjithçka tjetër, në shkëmbim do të merrte pjesë të pronës, dhe këtu do të hynin dhe funksionarët publik dhe autoritetet politike, të cilat do mundsonin që atje të ndërtoj pallat. Më pas atje nuk u ndërtua pallat, u ndërtua e fusha e famshme e bicikletave, u kompensua, u shpronsuan ata dhe morën secili pjesë, por ngërçi... Prona i përkiste Eldi Dizdarit në kohën që është bërë sekuestrimi. Eldi Dizdari në këtë pronë kishte 500 metra të duruara. Pra, tu ka nisur hetimi dhe kjo e ka mbajtur peng të histori dhe ndoshta për këtë arsye nuk është mundur të ndërtohet pallati atje. Këto janë të dyja. Një element tjetër i rëndësishëm e saj janë këta vëllezërit Koçeku, të cilët janë marrë me trafikun e drogës dhe në dosje flitet për sasitë mëdha të sekuestruara të tyre, të drogës, me tonelata. Kini parasysh tash që nëse të sekuestrojnë 6 tonelata kokainë, llogaritës sa të tjera ke kaluar. Nga viti 2019, në janar të 2019-s, që është bërë 6 ditë ky samiti i famshëm i Arupës, pra kanë qëndruar 6 ditë atje, dhe takimet të mëpashme në Antwerp të Belgjikës, vëllezërit Koçeku, parat e drogës kanë dashur t'i pastrojnë. Dhe si mund t'i pastronin? Kanë gjetur, janë lidhur me biznesmenin Shtufi, dhe me të kanë arritur të ndërtojnë 3 pallate në Tiranë. Te këto 3 pallate në Tiranë, ata kanë pjesën e tyre të investimit. Investimi, si pas Spakut, është bërë në formën e për të fshehur pra pronësin, transakcionet, mënyrën se si do t'i kaloj prona nga njëri te tjetri. Koçeku ka pasur një hapësirë të vogël toke. Dhe u ka shitur Ilir Shtufit këtë pjesë toke për 30 milion lekë vjetër. Jo, të mbarojmë me
këtë dhe pas të kalojmë të... Okej. Pra, Koçeku me Shtufin, si pas dosjes, janë investitor në 3 kullat të Tiranës, në 3 pallate të mëdha në Tiranë. Koçeku, Dhe atje, po të mbrim... pjesa më e madhe e sekuestrimeve janë apartamente, garazhe, pronat të 3 pallateve. Do mbrim dhe se i veçon... Por për të thënë që janë 3 çështje të ndryshme në një të madhe. Po, më bëvone këtë foton që dyshe ishte Koçeku me Shtufin, apo ja, pak më pas. Tani, kam edhe një pyetje për Artur Sheun. Jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Miami. A mund të ekstradohet ai për llogari drejtësisë shqiptare? Kuptoni gjë ju? Unë dyshoj shumë që mund të ndodhë. Spari, ne nuk e dim statusin Artur Sheun në Shtetet e Ka Bashkuara. azil politik. Sepse ai është me status azili. Azil politik, Po, ka azil politik prej 20 vjetësh. E para. E dyta, çështja është që çfarë përfaqëson ky personazh në SBA. Ne nuk e dim personalitetin që ai përfaqëson. Dosja hetimore thotë që Artur Shehu, pasi u identifikua për herë të parë dhe u përgjua në Aruba, pra në këtë ishullin e famshëm të Arubës, rezulton të ketë udhëtuar me 10 herë të tjera në Majorka, në Belgjik, në Holandë e tjerë me radhë, me qëllim për të folur për çështje biznesi që kishin 3 shtylla kryesore: trafikun e drogës, pastrimin e parave dhe investimet në zonat e Bregdetit, kryesisht në Tiranë dhe në Bregdet. Dhe çfarë bënte? Ai rezulton të jetë në qendër të një skeme masive të jetësimi pronash, jo vetëm zonën e Zvërnecit, po thuajse në gjithë pjesën e jugut të vendit. Dhe bashkëpunonte me ish avokatin e familjes, Pëllum Petrita, i cili po ashtu ka qenë pjesë e këtyre takimeve jashtë vendit, por edhe me zyrtar lokal apo qendror. Dhe ky hetim, pra parë në dritën e këtyre, sepse janë shumë degëzime brenda të njëjtit hetim të madh. Çfarë ka ndodhur? Në momentin që Artur Shehu ka filluar planet për të investuar në Bregdet, pra në Shqipëri, një ndër zonat që ai ka parë si më të lakmuar është pikërisht zona që është Green Coast 4, është rezorti në Palas. Dhe po të shikosh në komunikime që ka patur me një punonjës të kompanisë së Zamirmanes, rezulton që ai dërgon fotografi të ndërtimit dhe i thotë që këtu do të investohet, dhe më pas janë edhe Koçekët, pra degëzimi tjetër, grupimi 2, i cili ka të njëjtin interes për të investuar në këtë zonë. Dhe këtë gjë do ta bënte përmes Ilir Shtufit, i cili rezultonte që kishte fituar leje ndërtimi për kulla të larta në Tiranë, përfshirë edhe malin e Tiranës, është kulla e cila, në mos gabojmë, nuk ka nisur ende, për nuk ka dalë mbi tokë. Që kur e ka vënë a din se dia grop ka për të ndetë ajo gjithë edhe për 30 vjetët të ardhshme, nuk grop ka për të ndetë ajo. Grop mund të ngelet, po leja është dhënë. Po leja, po grop ka për të ndetë tani. Në këtë aspekt, pastaj bashkë me Koçekët dalin edhe vëllezrit Vladi. Atëherë kalojmë këtu. Edhe këtë fjali, një sekond. Po kalojmë këtu dhe këtu do jesh. Ti. Dakor. Personazh, një nga personazhet më të njohur edhe në media dhe qarqet politike është biznesmeni Ilir Shtufi, i cili del të i arrestuar, i ndaluar tashmë nga grekët, i cili del gjerësisht jo vetëm sot, del të mali i Dajtit, si unë kam patur në emision. Mali Tiranës, po thoni. Mali Tiranës, Po, tek ajo kulla e famshme. Po. Po ne kemi folur para 2 vjetësh këtu në kujtohet dhe ka patur një reagim shumë problematik në atë kohë. Me një kolegun tim gazetar që kam patur atëherë reagim shumë të madh, bile reagim nga qarqet më të larta. Kemi bërë debat shumë të madh në lidhje me hetimin për atë kullë. Sepse shpesh e përmendet si prestanome i djalit të njërit prej politikanëve më të rëndësishëm të vendit. Po nuk është një gjë fshetë, është aluduar shpesh për lidhje me Shkëlqen Berishën. Dhe këtu nuk po hedhim akuzë. Tani i takon hetimit ta zbark të çështje. Por që është përfolur lidhja Shtufit me Shkëlqen Berishën, sikurse Shtufi nga ana tjetër përflitet edhe në dosjen e Belinda Pallukut. Del po ashtu i lidhur me funksionarë të lartë dhe eksponent të Partisë Socialiste. Pra është një biznesmen që ka ngrënë në gjitha anët, nuk është se është një biznesmen që doli nga asgjëja. Pra duhet jemi të ndershëm me opinionin publik. Tani para se të kryu arrestuar në Greqi, se çdo të gjithësoshe një detaj. Edhe për këtë rastin e Shehu. Shiko, Artur Shehu jeton në Miami, ushtron biznesin në Miami, ka një zonë atje rezidenciale që ishte goxha dukshme, kanë shkruar jo i herë, por disa herë mediat amerikane, është hetuar nga FBI, disa herë jo i herë, i ka rezultuar i pasë nga hetimet atje, për ne ka vazhduar atje, duke qenë se ka status në azilantit, nuk i lejohet të hyjë në Republikën e Shqipërisë, prandaj vjen vërdall, po ta shikosh rreth e rrotull Shqipërisë, po nuk shkel në Shqipëri,
Sepse në momenti që të rezultoi se ka shkelur në Shqipëri, humb dokumentat amerikane. Familjarët e tij, bashkëshortë që ishin personazhe Që pas azil politika ai nuk lejohet të hyjë në Shqipëri. Jo pse do ta shpjegoj. Familjarët e tij kanë dokumenta, kanë përfituar fëmijët edhe bashkëshorët e dokumenta amerikane, me sa dy vllai tjetër në Kanada, por nuk e di statusin e azilantit nëse se çfarë dokumenti lëviz ai. Pra, është i dokument, është qytetar amerikan, nuk e njoh këtë si procedurë, por di që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ekstradojnë qytetar amerikan në Republikën e Shqipërisë. Qartë. Kjo është marrëveshja që mbaj mend që në kohën e Zogut, ka që mbaj mend andi kemi nxjerrë rastin atij nga Laçi që bëri vrasje dhe pra u gjendë ajo marrëveshje kohë Zogut. Pra, ne nuk ekstradojmë dot shtetas amerikan. Por në anën tjetër, dokumente, nëse do ketë një hetim, do përfshirë dhe palë amerikanë, dhe thash a ishte hetuar atje, edhe Spaku e ka hetuar edhe në të kaluarën, edhe në Shqipëri, se nuk di që ka patur hetime. Antimafia italiane e ka hetuar në bashkëpunim dhe me autoritetet amerikane, pra nuk është njëri i panjohur atje, është hetuar, por jeton normalisht statusi i tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jeton në Miami, në Florida, pra është i qytetari i lirë që nuk ka ndaj tij ngarkesë. Kjo është për pjesën e Artusheu, pra për pjesën në Amerikë. Kthehemi tek pyetja që bëre ti. Po më shpjegoj një gjë interesante para se ty në studio. Po, arrestimi i Shtufit. Ishte arrestuar në Është arrestuar në Selanik, në një hotel në Selanik. Gjë që të bjen në sy ylli është që Spaku i bën këto operacione gjend ca momente kështu interesante. Si ç'është kjo demonstratë? Ka ndonjë ndeshje të madhe në event sportiv, fillo kampionati europian, finale europianit, lunë kombëtarja. Dita e parë që fillon kampionati botror. Pra, data 12, kur ka vepruar. Shumë ka lidhje me protestën sa. Jo, se zgjedhin kot ata dhe e bëjnë ditën e premte. Kur kanë lëvizje të mëdha, e bëjnë ditën e premte. Gjithsesi, kjo është pjesë e PR-it të tyre, bravo i qoftë. Ajo që më bën përshtypje më është, herë të tjera Spaku ka pritur që elementë të tillë të vinë në Shqipëri dhe të veprojnë. Në rastin konkret, pjesa dërmuese e grupit s'ka qenë në Shqipëri. Për shembull, vëllezërit Koçeku kanë vite që jetojnë në Dubai. Ndoshta në Dubai, i kemi gjetur dhe rrallë në Tiranë, por kryesisht rrinë në Dubai. Po ndoshta s'vinë ata. Diçka kishin nuhatur, por Jo, tani sjell. E dyta, Astrid Vladi dhe Kastrot Vladi. Pra, këta kanë jetuar edhe në Shqipëri, po dhe në Belgjik. Pra nuk është se kanë qëndruar vazhdimisht. Ajo që bjen sy tek operacioni është fakti që kapet Orest Sota. Nuk di gjitha tjerët, pra e kam marrë një vëdim, por Oresti se pas të marrë. Por e ky si u kap tani se po më tregojnë një kishë të përqeshur. Po vite ky dhe njeriu dytë që u kap dhe u dha lajmi brenda disa orë mbasi u bë bastisja kontrollet në banesën e tyre, është biznesmeni Ilir Shtufi. Për cilin, pra ti thip se del gjithandej, sepse firma e Shtufit ka mbi 25 vjet në aktivitet. Prandaj është aty do t'i gjesh gjithë se ka marrë beton. Është komandit më dhajt betonit. Nova Construction e kishte këtë radhë, unë e kam jonë ferrobeton. Në komandit më bas aktivitet, prandaj aty i ketë gjithë, nuk ke ndonjë është i atij apo është i këtij. I ketë gjithë aty dërnë thes, kanë shku, kush ka pas nevojë për ndërtim, ka shku ka marrë betonin aty. Pastaj pazari i çmimit si kanë lujt, është pjesë e tyre. Me kësh lidha i mbrapa është pjesë e tyre. Ditën e premte që është bërë operacioni, në orën 7:01 minuta, oficerët e BKH-s kanë trokitur derën e familjes Shtufi. Ai jeton aty mbrapa lidhjes së shkrimtarëve. Tek i pallat që është aty mbrapa. Nuk e kanë gjetur në banesë, i kanë kërkuar bashkëshortes ku është, nuk ka thënë që ndodhet jashtë shtetit dhe kthehet ditën e mërkurë. Ne i kanë thënë, mund ta konfirmosh që është jashtë shtetit? I ka rënë telefonit e kamer, i është përgjigjur ora 7, i binte ora 8 në Greqi. I është përgjigjur në hollin e hotelit, ka dalë në pamje. Dhe i thotë, do të kthehem, e kisha për të kthyer ditën e mërkurë, por do të kthehem ditën e hënë. Sa të morë aktivitetin këtu, do vi me një herë. I thonë ata, kemi këtë vendimin, kemi ardhur të ekzekutuar. U thotë që do kthehem më shpejt se isha programuar, por do të vi aty. Oficerët e BKH-s i thonë në bisedë sipër, zotëri i thonë që ne ta shënojmë proces verbal, të jetë dhe si rretham. A mund na çosh lokacionin ku ndodhesh ti? Dhe ai u çon lokacionin. Dhe për 2 orë aty, më njëherë policia greke i shkon se Interpoli nuk i bën dot letër. Lokacionin e dërgoi vetë ky. Ja u çoi vetë ai lokacionin në hotelit ku ishte, sa aty e kapën. Pra aty e kapën. Ky ishte me një person tjetër
personi tjetër kishte ditëlindjen e vajzës. Dhe është kapur 2 orë, pa lviz nga hoteli. E nuk ka lvizë, policia greke, ka shku trupat në Selanik, po jo skuadra që bën arrestimet për llogarit Interpolit, se s'kishe shkuar akoma procedura Interpolit. Spaku ka vepruar me njëherë, ka marrë lokacionin, ja ka quar autoritetet greke, i ka dhënë adresën e saktë dhe ata kanë shkuar e kanë gjetur në hollin e hotelit. Madje kur ka kërkuar vendim atje, me çfarë vendimi po merrni, ata i kanë thënë do bësh një sqarim nga stacioni policor me autoritetet shqiptare. Për ne nuk ke asnjë lloj ngarkese, asnjë lloj problemi. Në moment që është shuar në stacionin e policisë, atje pastaj ka filluar praktika me autoritetet shqiptare, të cilët kanë kërkuar që ky person është pjesë e një timi shumë të rëndësishëm, rrezikon që mund të largohet dhe duhet të mbahet në izolim përderisa të vi dosja nga Shqipëria. Sot gjykata e Selanikut ka miratuar kërkesën e prokurorit atje, 40 ditë për të pritur sa të vënë dokumentat nga Spaku në drejtim të Selanikut. Por kjo që ka përdorur vërtet BKH-ja, ty duke kërkuar lokacionin, aja se ka menduar që aq shpejt ata mund t'i shkonin dhe ta arrestonin. Pra duket një praktikë që asu se kam hasur tjetër që të kontakton direkt me personin dhe të nis lokacionin se ku je. Mbase shtufi nuk e ka menduar që ata do të vinin kaq shpejt dhe ta ndalonin, por ky është fakt. Dhe nga ky telefonat është bërë identifikimi i tij, vendodhja e tij dhe është vepruar kaq shpejt nga autoritetet greke. Është një rast vërtet shumë i veçantë. Nuk kam deshur herë tjetër që të jetë bërë kaq shpejt dhe lokalizimi dhe arrestimi, ndërkohë që se si praktikë në Shqipëri është kur të vjen BKH-ja te dera, do t'ia fusësh vrapin, nëse nuk të kapën në momentin e parë. Në rastin konkret, duket pak sa e çuditshme, por kjo është mënyra se si është bërë identifikimi dhe si është kapur Ilir Shtufi. Sigurisht ai do t'i vijë në dispozicion autoriteteve pastaj këtu dhe këtu fillon një histori tjetër. Okej, jemi atëre. Ja. Do shoj edhe i gjë Ylli, se mos e harroj. Po. Sepse nga që shumë voluminoze dosja. Tek ajo pjesë thash fillim që nis hetimi për shkak të narkotrafikut të Eduard Hamzajt nga Vlora dhe Artur Koçekut nga Bulqiza. Atje interesante në dosje është që ata identifikojnë një shqiptar i cili ka një laborator në Kolumbi dhe në Ekuador në fillim. Jo është si e kanë. Dhe nuk jepet emri atij, as autoritetet nëse kujtoj unë Belgje, sepse unë kam dhënë dëshmi në lidhje me çështën Toyota Yaris dhe ka qenë të njëjtë oficer gjyqësor në Prokurorinë Federale Belge, ata kishin një pinë Sky të pa identifikuar, nuk e di, 4 vite në vijim a është identifikuar apo jo. Mbaj mend që më kanë treguar edhe një foto të personi që nëse njihja, nuk isha parë ndonjëherë, por aty në dosje Spaku ka specifikuar këtë që Koçekët dhe Hamzaj janë bërë shumë të rëndësishëm për shkak të kontaktit direkt që kishin me shqiptarin i cili përdor këtë Sky të pa identifikuar dhe ky është njeriu që rregullonte të gjitha, jo vetëm për këtë, ai ka bërë vetëm për gjithë. Po pra, që kishte laboratorin dhe punonte me të gjithë. Dhe kjo është e çuditshme nga 2022 dhe deri sot është vetëm ky pini, po se kush është pas ky pini. Dhe kush është ky shqiptar kaq i rëndësishëm, se i bie shumë i rëndësishëm nga të gjitha. Dhe ky është një element, ata Spakut e kanë lënë dosje aty, u ka shpëtuar me kështu Asterix ajo si shpjegim. Në dosje jepet vetëm një Asterix, pastaj në fund e kanë futur pinin, e kanë nxjerr pinin e Skyt aty poshtë, po ky simbas prokurorisë belge, spanjolle dhe Spaku tani, rezulton shqiptari më i fuqishëm që është atje, po është i pa identifikuar. Tash më kanë tregoj foto, nuk e kam njohur kush ishte. Se kam idenë se kush. Çfarë janë lidhjet e Shtufit në Shqipëri? Përmendet dhe është përmendur shpesh me Berishën këtë si prestanome. Me sekretar Berisha. Po lidhje të tjera, lidhje politike me pjesën e pushtetit e këto. Ç'lidhje ka? Shtufi? Pazar. Është e qartë kur e lexon dosjen është pazar. Beton. Në një moment, shiko, unë mendoj që pjesa më e madhe në vërtet këta nuk janë arrestuar. Lidhje me politikën e kanë fjalë. Shtufi s'akuzohet për trafik droge, nuk akuzohet. Vetëm pastrim. Pastrimi fillon nga 8. Problemi i pastrimit është i tillë. Problemi problemi i Shtufit sot është një. Të gjitha ato që janë sekuestruar, a janë gjitha të tij? Ky është problemi. Duhet gjetur se ku është origjina. Ylli, kjo është mali Tiranës, të foton e kanë bërë rastësisht ditën e njëjtë
kam qenë tek Plaza, ata ka një lokal kat 23, kishte disa gazetarë të huaj, unë gjitëm aty për të parë ato vinçat edhe kullat e Tiranës. Kjo është gjendja në të cilët ndodhet. Pra punimet kanë filluar 30 metra thellë dhe janë gati duke dalë në sipërfaqe. Ky është mali i Tiranës. Punohet aty. Jo, po punohet, ja ku e ke. Dhe ka shkuar në 60. Dhe leja ishte një biznesmenit një orë. Po, mos gaboj Agim Zeqës. Agim Zeqës, ja marrë atje. Ja, kjo është gjendja ditën e njëjtë. E Ka punimeve, investitor, ka marrë leje, ndaj... e malit të... Jo, tani shumë shpejt do jetë e shtetit. Ylli, kjo është gjendja ditën e njëjtë. Çështje tjetër kjo pastaj. E malit të Tiranës. Tani, që në timi të qartë, në këto dosjen që ne kemi lexuar, flitet për 3 godina të larta në Tiranë, pallate. Ato kanë përfunduar. Po, por nuk flitet... Po, nuk është përfshirë mali. Kjo s'është e përfshirë. Jo, nuk është. Kështu që flitet për 3 godina ku janë sekuestruar 38% e njëra, 30% e tjetra, hapësia. Mali Tiranës është në ndërtim. Po ke qenë jo i vëmendshëm. Të thash që ta sqarova shumë qartë çështjen e Shtufi, që ka pastruar sipas prokurorisë posaçme paratë e grupit të Artur alias Luciano Koçekut, i cili rezulton një nga degëzimet ose grupi i strukturuar kriminal krahas Alfredo Hamzait. Sa i përket lidhjeve politike, mua më del një herë tek dosja e Belinda Ballukut për një tender të paracaktuar për unazën e madhe dhe është folur për lidhje me Shkëlzen Berishën. Por në dosje këto 2 momente nuk përmenden. Tani, se çfarë është Shtufi, ai planifikonte me Artur Koçekun të investonte edhe në Palas, te Green Costi. Këtë duhet ta hetoj. Po s'ka paraja parti, s'ka asnjë gjë. Këtë duhet ta hetoj prokuroria, sepse ka një problem shumë të madh, zoti Rakipi. Paralelisht në Palas, se ne duhet jemi shumë qartë me publikun edhe me çfarë na ndjek. Në Palas kishte ne duhet të jemi fair. Po shumë qartë. Në Palas një pjesë e pronave dyshohet që kanë qenë të falsifikuara. Dhe që sigurisht arkitekti i gjithë falsifikimit sipas prokurorisë është Artur Shehu. Dhe duhet po në Palasi bie sa zbret nga llogaraja deri në Po aty ku është ndërtuar Green Costi pra. Rrugë e bardha, po. E gjitha kjo gjë që ke. Tani, jo e gjitha, se s'mund ta abuzojmë, po ka pjesë aty të pronës e cila ishte e falsifikuar dhe që ka një përmendje të emrit të biznesmenit Samir Mane. Se sa i përfshirë zoti Mane këtë e heton prokuroria dhe nuk jam unë gjendje ta them. Por fakti që personazhe të tillë si Artur Shehu, personazhe të tillë si Ilir Shtufi, personazhe të tillë si Alfredo Hamzai që është kreu ose njeriu qendror te dosja Shqiponja e Zezë në Belgjik, dhe Artur Koçeku nga ana tjetër që konsiderohet mjaft i rëndësishëm, kishin interes për të ndërtuar në këtë zonë, do të thotë që ndaj unë e konsiderova më herët si një nga dosjet më të rëndësishme sa i përket pastrimit të parave, sepse bëhet fjalë për zonat më ekskluzive në Tiranë dhe në jug të vendit. Kështu që në këtë aspekt, unë në fakt, Ilir Shtufi, biznesmeni Shtufi, e shikoj si njëri që ka patur fije të fshehta me pushtetin, edhe ka bërë shumë mirë pazaret për pastrimin e parave. Kështu e shikoj unë Ilir Shtufin. Sa objekte kanë Tiranë ky? Po janë 3, në mos gabohem, në këtë dosje flitet për 3 pallate. Që janë pallate shumëkatëshe. Kulla pra kulla. Ndërkohë që ai ka marrë lejen në Tiranën e Tiranës. Është shumëkatëshe. 2 pallate normale, 7 katëshe, 8 katëshe. Kjo është kulla më e madhe, kjo është 26 katëshe. Që sigurisht për 26 kate ju e dini se sa para duhen. Pra, volumin ndërtimit aty shumë i madh. Sipas fakut, pretendohet që vëllezërit Koçeku parat e siguruar e fituara nga droga, të marra kesh, i kanë sjell në Shqipëri dhe i kanë investuar në ndërtim. Pra Koçekët ja çonin në Shtufit. Dhe investoheshin në ndërtim. Tani që t'i rikthehen Koçekëve, bëhen akte notariale, akte dhurimi, shitje pasurie, përdoren emra prestanome të ndryshëm, që këto para të investuara, të kthyer në apartamente, në garazhe, kur të rikthehen te Koçekët, të rikthehen nëpërmjet rrugës bankare dhe këto para të pastrohen. Ylli, bëj vetëm një... Tani ja, një minutë. Si lidhet tani Ores Sota dhe Alfredo Hamzai? Ores Sota si... Kanë për çështje të sasive, të trafikimit sasive të kokainë. Edhe çfarë thuhet ndosje? Po të gjitha detajet që ata komunikojnë me njëri tjetrin për organizimin, po nuk e shikoj Ores Sotën, nuk dua ta mbroj fare përkundrazi, kam pas përplasje kur u arrestua dikur me ato 860.000 euro dhe patentat e Samir Tahirit, që ose kujtoni video më përpara. Po me thënë drejtën, sa i përket narkotrafikut, mua më rezultoi si një narkotrafikant i dështuar. Ndërkohë, sa i përket pastrimit parave, duhet parë ecuria, sepse këto janë çështje që kanë shumë të pathëna
dhe është një dosje shumë voluminoze, e nisur në 2021, 5 vjet më parë jemi në 2026, patjetër që aty ka personazhe, ka biznesmen të tjerë, ka kulla të tjera që janë në hetim. Nga vendi, ka atë makinë me 190.000 euro dhe prandaj. Në këtë aspekt, unë mendoj që janë të tjerë personazhe që duhet të kenë shumë tepër vëmendje. Se e di si është puna. Për shembull. Po për shembull shehut ne kemi parë vetëm majën e icebergut. Te shtufi unë mendoj që po ashtu kemi parë vetëm majën e icebergut. Se kjo skema e tjetërsimit të pronave nuk është bërë nga njëri vetëm. Do thotë që ka një sër zyrtarësh të lartë. Do thotë që ato lejet e ndërtimit ja dhënë nga qeveria. Do thotë që ato lejet e ndërtimit janë zbardhur nga institucioni përgjegjës. Janë zbatuar. Pra do thotë që janë një sër zyrtarësh të lartë të cilët janë të përfshirë në këto historira. E para, e dyta, pastrimi parave. Si ka mundësi që janë pastruar para, dosja thot në 3 kulla, po mund t'jenë dhe 10 tjera cilat nuk janë zbuluar deri tani. Si ka mundësi që asnjë institucion financiar nuk kanë ngritur një flamur të kuq për të thënë që ky biznesmeni po ndërton kulla ndërkohë që kompanitë e tij nuk kanë këtë kapacitet financiar për ta bërë një gjë të tillë. Pra është një histori e cila kërkon një hetim shumë të madh se sa kjo që ne kemi parë. Tjetra, ne kemi gjithë pjesën e Zvërnecit që prokuroria e posaçme dyshon që aty ku do të ngrirë rezorti është komplet e falsifikuar. Tani problemi është që vëllezërit nga Katari, që sigurisht janë bashkëpunojmë me, mos gabohem, kanë 2 vëllezërit. Po, 2 vëllezërit Al-Kayat. Kanë kartë të bardhë nga autoritetet amerikane, pra nuk janë në sankcione tjerë me radhë, pretendojnë që janë të certifikuar në një farë mënyre. Kanë sjellë disa para për blerë prona në Shqipëri. Si është e mundur që autoritetet shqiptare kanë lejuar një transakcion të tillë kur ka patur dyshime dhe gjykata e lartë ka thënë qartë në vendimin e kthimit, pra prishjes së vendimit gjykatës apelit, që është falsifikuar akti nga Osmanishtja. Pra Artur Shehu ka përkthyer dokumentin nga Osmanishtja dhe përkthyesja di gjë njeri ku ndodhet, sa ajo zonja nuk është më në Shqipëri. Nuk gjendet për ta pyetur spaku si e bëre ti pronare familjen Shehu. A është kjo skemë masive e tjetërsimit të pronave dhe në vendet tjera? A ka të tjerë biznesmen të përfshirë, se kjo është simbioma e parë, krim, biznes dhe mendoj dhe politik. Se tani të marrësh leje për kull 27 katshe, 30 katshe, 100 vila, mira vila, do thotë që ke një mbështetje politike. Se këto nuk bëhen nga asgjëja, pra nuk dalin si kërpudhat pas shiut. Do thotë që ka një lloj, një lidhje me autoritetet shtetërore. Kështu që unë e shikoj këtë pjesë që ne dim deri tani, edhe pse kemi parë një 500 faqe, vetëm majën e icebergut me ato çfarë është në të vërtetë kjo dosje. Që sigurisht për mua pika më e rëndësishme është takimi në Aruba. Jo sepse shumë njerëz e lidhin me politikën, unë e lidh me ekspozimin e shtetasit Artur Shehu. Pa atë takim, ndoshta autoritetet nuk do të kishin të dhëna në lidhje me këtë personazh. Dhe biseda që janë zhvilluar në atë takim, ju kanë dhënë një dorë shumë të mirë autoriteteve, që patjetër ne e tham fillim po hetonin klanin Osmani, për të përgjuar edhe 10 takime tjera nëpër Europë. Vetëm një parantezë. Po patjetër. Ajo është Sky pengroi pjesë e madhe e dosjes, kështu që s'lidhet çdo gjë vetëm me fotografimin e Osmanëve. Jo, nuk thash të gjë, Sokol. Unë thash që ajo dosje e ka me Arubën, për shumë Artur Shehu, deri në ato moment, ishte një personazh që praktikisht nuk flitej për të fare. Ai filloi ta ekspozonte. Në media nuk është folur kur për Koçekët, përveç rastit kur u zun atje me çai ishte ai sherrri atje në Palas. Kjo nuk do të thotë që ky nuk ishte numri 1 në trafik në Shqipëri. Në media dhe në prokurori mbase nuk flitet për shumë persona, por kjo nuk do të thotë që ata nuk veprojnë në trafikun e drogës, apo nuk veprojnë në... Ndaj unë shikoj si shumë të rëndësishëm atë takimi, sepse dhe vetë autoritetet e kanë përgjuar për herë të parë dhe e kanë fotografuar në këtë aspekt. Logjika ta do që në këtë takim, nuk ka lidhje me takimin kush ishte, logjika ta do që në këtë takim, narkotrafiku ka marrë një leje për të filluar dhe të bashkëpunojë me biznesin e ndërtimit në Shqipëri. Në këtë lloj logjike, po është i rëndësishëm. Nuk ka pse u bën Aruba, mund të bëjë edhe mos përmendim, mund të bëjë edhe në Tiranë. Nuk ka asnjë lloj logjike. Po nuk them që është si edhe ishu, unë kam në kuptimin që ky takim në një farë mënyre ju dha një dorë shumë mirë autoriteteve, sepse aty thuhet për herë të parë që nga përgjimi i bisedës është folur për çështje konkrete, logjistike, trafikut të drogës e tjera me radhë. Po ai është një përgjim i Belgjikës. Provat në fakt janë gjetur nga Sky dhe Encrochat. Dhe kjo është, ata diskutojnë për miliona, ata diskutojnë për tokë, për mënyrën se si do ta, ata shajnë njëri tjetrin aty. Nuk është vetëm, vërtet tha tani për atë pinin, aty ka gë sa duash.
që SPAK-u nuk i ka gjetë edhe personat. Gjatë gjithë kohës që e lexoj dosjen, sidomos dhe kjo pjesa, ata i referohen një personazhi me emri G, nuk është gjetur. Po të hym me G, edhe unë di një 7 G në Shqipëri, po nuk di ta vë pikën kush është G-ja e rëndesës kryesorja në atë mes. Kështu që ka shumë personazhe që janë brenda dosjes, të cilët nuk janë të identifikuar. Dhe unë mendoj që SPAK i ka lënë ata për një moment të dytë. Ylli. Tani, jo, të bëjmë një përgjithësim deri tani. Jo një minuta Gjerave, Tela, po thua? Jo, të përgjithësim, se tani duke dhënë vetëm detaje. Nga moment. Ne përgjithësim. Na humb. Ne kemi një vetëm çfarë do thotë kjo dhe pastaj Tela te kjo pjesë. Takimi i Arubës është shumë i rëndësishëm sepse aty fillon ai Majersbergu, aty fillon hetimi. Por pjesa e rëndësishme për ne si Shqipëri është çka ka ndodhur në Shqipëri dhe 4 ura që është bërë këtu. Sigurisht. Takimi i Arubës tash nuk ka qenë takim marrëdhënies narkotrafiku. Nuk e ka këtë akuzë Artur Sheu. Artur Koçeku nuk është identifikuar ndonjëherë sepse nuk rezulton i ngatëruar në rrëmbim personi, në vrasje, këto janë krime që të ekspozojnë. Pra kryesisht krime me pasoja të rënda të ekspozojnë. Nuk është askund ngjarja ajo në Palas e ka evidentuar edhe aty që ka qenë më shumë i sherbanal. Tek pjesa tjetër që do të thosha. Pra, problematika jonë që na intereson sot është çka ka ndodhur me trojet, me investimet. Këtë ka bërë qeveria shqiptare dhe kryeministri i Shqipërisë ka krijuar një infrastrukturë ku ata të vinin të investonin dhe përkthejnë të mira materiale. Dhe fjala e fundit që ta mbyll te kjo pjesë. E nisë ti, të vazhdoj Tela, të gjë nisë ti. Se këtë po thosha unë. Përgjithësojmë çfarë po ndodh. Se tani bëhen gjitha këto gjëra, po për të marrë këtë para dhe për ta hedhur, po. Dhe ajo që doja të thoj aty është sepse ti pyete ku përfshihen këta biznesmenët, se gjë që më bën përshtypje te dosja e SPAK-ut. Që nga i kam një eksperiencë tani afër në Kosovë, or nuk ka shans që në Kosovë t'ja marrësh dosjen prokurorit. Or të bëhet nami, çoj avokatë dreqë me të birtë. Or si ishte mundur që në Shqipëri vendimet dalin kaq shpejt dhe prokurori i lë në vendimin për mas sigurie të dhëna që aty janë, e di se më duk më ditë kur më erdhi lista. 100 tatim paguese më të mëdhenj në Shqipëri, ishin të rreshtuar aty. Sikur ishte lista e tyre. Dhe aty ka emra biznesmen më të mëdhenj të Shqipërisë janë të përfshirë aty. Pra, në qoftë se ti e fut që Iliu Shtufi ka ndërmjetësuar tek për të marrë një leje për ndërtim, te Zamir Mane që ndërtoi ky Alfredo Hamzaj, dhe duhet ta shpjegosh të gjë. Nëse ti fut aty, që aty flitet për 3 milion euro, 1 milion euro cash, 2 milion euro tjera janë metra katror, dhe nuk e shpjegon më poshtë, atëherë pyetja të lind, ore pse arrestohet njëri, dhe veprohet e njëri, dhe sa arrestohet i dyti? Çka ka ndodhur aty? Pra, këto o futi dhe sqaroj, ose mos i fut për konsum. Po ndërkohë Shtufi del nga dosja e çfarë. Po nuk them Shtufin, po them pak sa thash unë, po. Të Manja i nuk del në asnjë bisedë, Zamir Manja del. Ja, më falë të ta them unë bisedë. Urdhë, në bisedën e datës 12 shkurt 2021, evidentohet fakti se bashkëbiseduesit lidhur me mundësinë e dhënies së vlerë parash që varion nga 2 deri në 3 milion euro shtetasit me emër sapo folëm, me qëllim nxjerrje nga ky i fundit i lejes ndërtimit për projektin rezidencial në pronën e personit nën hetim Alfredo Hamzaj. Sipas komunikimit, shtetasit kanë planifikuar ndërtimin e rreth 30 vilave dhe të një hoteli. Ndërmjetës në këtë komunikim, midis shtetasit biznesmenit sapo përmendën Zamir Mane, dyshohet thotë jetë shtetasi Iliu Shtufi. Në bisedën e datës 24 shkurt 2021, personi në hetim thotë Artur Koçeku i shkruan personin në hetim Alfredo Hamzaj. Dhe jep dhe identifikimin aty. Ore vetë ky nuk del në bisedë. Po pikërisht për këtë po them. Po pse futen këto dhe nuk i sqaron? Po i fute këto ti. Dhe pastaj shpërndan dhe media, ja shpërndan dhe medias. Atëherë çfarë duke bërë? Unë them, heto, vepro, mos gjej një procedim të 2021. Po me që është dhe kjo kohë revolucionin, ndoshta tani... O, Ylli, janë 3 milion euro. Ndoshta kërkohet në një kokë. Ylli, ka i tjetërin burg për jarë peshku. Ku janë 3 milion euro. Nuk është hetimi kohë revolucionesh. Tani po flasim për të parën dosje, po flasim për të parën dosje që provohet zyrtarisht që paratë e drogës janë investuar në ndërtim. Pse duhet kalojmë te revolucioni? S'është një hetim që s'ka lidhje fare me revolucionin për mua. Ne po flasim për një vendim gjykate për disa masa sigurie dhe për 3 vendime për sekuestrime. Pra, në një pikpamje, kjo është piknisja e një hetimi, sepse SPAK-u para një muaj ka regjistruar emrat e këtyre si personazhe të dosjes. Po, në maj, në 11 maj. Ky hetim mund zgjasë 2 vite dhe mbas 2 vitesh
ne do arrim të kuptojmë se si është e vërteta gjithë kësaj historie. Por nga materialet që kemi në dorë dhe që kemi arritur t'i lexojmë, kuptojmë atë që kemi thënë dhe thuhet vazhdimisht në për studio televizive nga politikanët, nga njerëzit, që parat e bëra me drogë, me kokainë në Evropë, vinë në Shqipëri dhe investohen në ndërtim për të pastruar dhe për të rikthyer sërish në përvendet europiane ku ish trafikantët apo trafikantët e drogës ti kem para të pastra. Dhe kjo ka ndodhur. Dhe SPAK-u rreston disa raste kur parat e dhëna kesh investohen në industrinë e ndërtimit në kulla dhe 3 pallate të Tiranës. Kjo është njëra pjesë. Pjesa tjetër e rëndësishme është atë që vuan çdo shqiptar për 35 vitesh, çështja e pronës. Pra personazhe të ndryshëm, të fuqishëm, dhe në rastin konkret Artur Sheu, kanë arritur të mundin që të falsifikojnë dokumenta, të përfitojnë prona, dhe me këto prona të shesin me çmime të larta dhe të bëhen personazhe të njohur publik si në rastin e Zvërnecit. Sepse po të lexosh gjithë akuzën e ngritur nga SPAK-u për rastin e Zvërnecit, arrin të kuptosh mënyrën se si është falsifikuar prona, se si kjo pronë e falsifikuar nëpërmjet AKP-s, KPP-s, sepse ato kanë ndryshuar disa emrat, ka shkuar në gjykatë. Gjykata e ka provuar që është falsifikim. Ka shkuar në një shkallë më të lartë të gjykatës, ajo e ka rrëzuar falsifikimin dhe i ka dhënë pronën Artur Sheut. Mbasi ja ka dhënë gjykata apelit, ka arritur të kryejë transaksionin, ndërkohë gjykata e lartë i ka thënë gjykatës apelit që mënyra se si ti e ke ndërtuar arsyetimin është komplet i gabuar dhe kjo pronë nuk i takon Artur Sheut. Dhe nëse do të kuptoni 2-3 elementë të rëndësishëm për ata që zvariten viteve nëpër gjykatë, që një përkthim nga osmanishtja i falsifikuar komplet nuk ekzistonte. Kishin marrë, siç kanë marrë një vendim gjykate, i kanë marrë kokën gjykata e Shqipërisë dhe poshtë gjyqtari dhe kanë vendosur një tekst të shkruar prej tyre për kalimin e pronave, kanë marrë vendimin e një letër nga osmanishtja, pra një të shkruar vite përpara 30-37 dhe kanë ndryshuar komplet tekstin. Dhe në tekstin e ndryshuar, kur japim kufijtë e pronës dhe thonë Laguna e Nartës, e çojmë pronën deri në det, kufi me detin, në një pjesë thonë kufi me hidrovorin, dhe kur i shkuan institutit të Gjoshkën dhe thonë, ore kur është bërë ky hidrovori, i shkruan në osmanisht si kufi prone, hidrovori ishte ndërtuar në vitin 64 në Shqipëri. Pra falsifikime të tilla, por mbas gjithë këtyre dosjeve në gjykatë në KPP, Artur Sheu ka arritur ta marrë pronën dhe të shkojë deri te momenti i shitjes për 2 investitorët nga Katari. Ktu ka ngecur, por mund të ishte shitur prona, mund të ishte kryer transaksioni dhe do ishte komplet histori tjetër me atë që po ndodh me Zvërnecin. Në fakt aty nuk është vetëm çështja e parave, është futur në kurthe dhe familja e presidentit amerikan. Se kjo mendoj e bën edhe më të rëndë historinë. Pastaj mund ta zgjeros si argument, por çështja e Zvërnecit kishte të bënte me transaksionin e pronës. Publikisht dhe kanë reklamuar ata, po e kam reklamuar unë. Jo, a është kurth apo jo? Që janë ata. A kanë dalë kanë reklamuar. Dhe prandaj po bëhet edhe ky revolucion. Ka në Shqipëri po ndodh prej kësaj. Ajo pronë është hetuar prej 20 vitesh, pra hetohet, shkon gjykat, shkon prokuria jep dënime, dënohet drejtori i hipotekës Vlorës, dënohet juristi i hipotekës Vlorës, dënohet përkthyesja e arkivit shtetit. Pra ka dënime, dënohet avokati që ishte në sekser e Artur Sheut. Dënohen këta dhe pavarësisht se dënohen për falsifikime, bëhen publike dënimet për falsifikime. Pra këtë që thash pak më herët. Dhe në fund prap vendimi, një gjyqtar i apelit merr një vendim që t'ia rikthej pronën Artur Sheut dhe me këtë vendim ai fillon të bën transaksionin për ta shit pronën. Ndërkohë që gjykata e lartë e rrëzon këtë vendim të apelit, por ka ndodhur se është vendimi formës për apeli, ka ndodhur transaksioni. Atëherë, tani kemi mbetëm përveç shpjegimit që bëri Hoxha për vëllezërit Osmani, nga që ata e kanë hedhur penalisht në gjyq, nuk patëm një sqarim më të qartë. Vëllezërit Osmani nuk janë pjesë e kësaj dosje. Nuk janë pjesë. Në Shqipëri, janë Belgjik. Osmani janë në kuadër të një hetimi që po kryhet në Belgjik dhe Belgjika ka një dosje të detajuar për ta. Po të ishin pjesë e dosjes, do ishin tek fotografitë këtu. Zeza, fashikulli Osmani është hequr. Është sjell fashikulli për Shqipërinë. S'ka lidhje me këtë. Sepse Osmanët nuk kanë Osmanët thuaj emrin se del si hetimi europian, Bashkim Osmani dhe vëllezërit e tij
ka një takim të përgjuar nga autoritetet mes Artur Shehut dhe Bashkim Osmanit. Është një takim, mos gabohem, i përgjuar nëse Rozhani mund ta ndihmojë, i përgjuar në Belgjik, sepse autoritetet europiane kanë qenë duke jetuar fillimisht klanin Osmani dhe gjitha përgjimet dhe vëzhgimet janë bërë në kuadër të klanit Osmani që më pas janë veçuar dhe pjesa shqiptare si në Shqipëri. Dhe patjetër aty janë kapur dhe personazhe të tjerë që ku më kryesori është Artur Shehu. Dhe Artur Shehu rezulton në disa degëzime, se këtë duhet, domethënë duket shumë pa qartë kjo dosja për shkak se përfshin shumë personazhe. Po pra, shumë personazhe dhe po tani duhet ta strëmbullari i gjithë Shqipërisë na dinë del Artur Shehu. Jo, nuk është strëmbullari i gjithë Shqipërisë, është një prej tyre se këtu ka shumë strëmbullar, se nuk i ka ndërtuar të gjitha Arturi, se këto resortet, këto kullat, si ka ndërtuar gjitha Arturi. Se bëhet interesante sepse Artur Shehu jeton Miami. Jeton Miami, nuk vjen lumin e Vlorës ose Kanis. Sa prona ka marrë duke Po, bëhet interesante për shkak të zhvillimeve të fundit politike në Shqipëri, sepse emri Artur Shehu del me lidhjen me Zvërnecin dhe kjo përkon. Dhe unë mendoj që duke qenë kjo shpejtësisë pak, kanë nxituar me këtë dosje për ta nxjerrë sot kur përflitet toka në Zvërnec. Ylli, po ta vësh. Se rastësit nuk ekzistojnë, nuk mund të ekzistojnë rastësit. Kurse sa për vëllezërit Osmani, ata janë personazhe të tjerë që i përkasin prej vitesh janë jetuar në Gjermani. Me sa kanë parë proceset ndaj tyre, kanë avokatët më të mirë vendas atje, gjithmonë ja kanë dalë të shpëtojnë. Në fakt, media i etiketon media gjermane, që zakonisht media gjermane është më rigorozja nga gjitha mediat në Europë, është shumë do shtrënguar në epitete apo në mënyrën se si përshkruan historit, i referohet si një familje, por asnjëherë nuk ka një dënim ndaj taja kanë hedhur gjithmonë drejtësisë në Gjermani. Nuk e di tani me hetimin belg se çfarë do bëhet. Po për shembull ne në këtë dosje kemi edhe Ardian Zykën, i cili rezulton që bashkëortak me vllajën e një gjyqtari të apelit që është Alaudin Malaj, që nga ana tjetër Alaudin Malaj rezulton me pronë në Zvërnec. Ky është drejtuesi i një universiteti në Vlorë, pra aty ka kaq shumë personazhe sa secili po ta kapësh më vete ose birqa i Top 7. Është një kompani tek në rrugën e Kavajës që ka të paktën vetëm showroom ndoshta 30 milion euro automjete. Pra personazhet që janë të përfshirë në këtë histori janë personazhe që po t'i kapësh gjithë secilin më vete, ka një histori që e mbart nga pas. Çështja është që dy janë momentet, a do shkoj spak deri në fund të jetoj, pra përmendja e emrit të Samir Manes, a do t'i shkoj spak deri në fund të kuptoj që nëse realisht paratë e drogës janë investuar tek resortet luksoze në jug të vendit? Një. E dyta, a do të arris pak të identifikoj kullat të tjera të Tiranës ku janë investuar paratë e këtyre dy grupimeve, pra të grupimit Koçekve dhe të grupimit Alfredo Hamzait në kullat tjera? A ka të tjerë biznesmen që janë të përfshirë në këtë histori? A duhet mjaftuar ky hetim vetëm në SKCC apo duhet ketë kontrolle dhe verifikime të tjera, pyetje të personave, kryqëzim të dhënave, sepse këto personazhe kanë marrë leje ndërtimi dhe lejet e ndërtimit dosjet janë aty. Si janë marrë këto leje ndërtimi? Mjafton të thuash me kë kufizohet e gjitha kjo në Zvërnec, pra toka që pretendon Artur Shehu që është e vetja, që është kjo histori. Dhe po qikosh për shembull aty. Në vendim të dy gjykate e tij. Po pra po, aty ke për shembull pronare të pronave në Zvërnec, bankat e nivelit të dytë. Si është e mundur kjo? Me kë kufizohet në pronësi dhe do kuptosh se çfarë batërdije po bëhet në Zvërnec. Jo, ja kanë kufizuar kur ja kanë dhënë. Thanë njëra anë perëndimi është det, prandaj shkon te gardi deri te deti, sepse në vendimin e kthimit pronës ja kanë thyer një kufizimi është det. Kufizimi tjetër është hidrovori. Hidrovori është ndërtuar 64-ën. Ai thotë ma kanë shkruajtur në osmanisht që e kam kufirin e pronës te hidrovori. Që llogaritë se si është bërë. Jo, pra jo, se poli referohej pronave të tjera që janë në emra të bankave të nivelit. Po pronat e tjera shkojnë deri në Darzez. Po pra, dhe në Darzez dhe po shikosh emrat aty. Janë gjithë emra VIP, nuk është një gjë kaq e thjeshtë. Prandaj ky hetimi është gjysmak deri tani, edhe pse shumë. Pra, logjika ishte, ata morën një karta biank që aty ndërtohet dhe të gjithë usunën të kapin diçka. Kjo është e gjithë. Artur Shehu ose familja Shehu, se është Arturi vetëm, pra kanë qenë pronar aty. Por sasia e pronës që ata kanë patur, a është atë që është aty apo jo? Pra, 3 babai i Arturit, ku dhe 2 vëllezërit e tjerë, pra kanë qenë pronar, se janë shelerët e kaninës.
Madje ka një shtëpi kur del në Zvërneci atje, që është shtëpi e tyre, është një shtëpi e vjetë, ka jetu një nga parat e tyre. Po problemi është, prona që ta kanë patës, ato kanë që kulota, nuk ka pasu tokë ara atje dhe tokë buke, ato kanë që gjitha kulota. Pra, a përputhet prona që ta pretendojnë dhe Arturi vetë me realitetin, sepse a i ka pacu një pjesë toke dhe pastaj është zgjeruar, kjo është akuza. Nuk është e ka vajtur... Dhe i ka marrë, po. Por, të njëjtën gjë të thash edhe kaluar dhe për palasën. Ka qenë Arturi aty, kullot, dhe pastaj u ndërtua. Ajo pjesa e resorti që ishtë në palas. Ndërko, më mbrapa ka vajtur ky Alfredo Hamzaj dhe thotë, po të ndërtoj dhe unë ja 30 vila dhe i hotel. Gjithsesi, te kjo gjë ylli bie, te kjo histori, një gjë bie shumë në sy. Është një nga dosjet e rralla, për mësën e vetëmja, që shikojt ka i shumë flitet aty për 100 miliona euro, mos miliardë, pasurit patunçme, emrat më të njohur të biznesit që janë futur aty. Është hera e parë që nuk kemi vrasje, nuk kemi pengmarrje, është hera e parë, duket sikur kam vepruar në nivelin më të lartë. Pra, pa u përfshirë, por gjëja tjetër, ylli që s'mund ta përjashtojmë aty, se ti bëri pyetje, ore kush i përfshirë ky Ilir Shtufi. Ilir Shtufi nilli e ke që nga koha, që nga qeveria Meta, Nano, sepse ka marrë publike, tendra publike. Pa qenë ata, edhe këtë tjerët. Pra, i ke të gjithë Ilir Shtufi. Edhe këta tjerët, mos jetë biznesmen janë. Ti përmend Ore Sotën. Sot janë disa ndërtime të mëdha në Tiranë, që Ore Sota është njeriu i cili ka përfituar lejen si biznesmen. Po ku njofi Ore Sota, ku doli? Sepse duke ndjekur Ergysa Gasin, dolëm te Ore Sota. Në rastin konkret, akuza që bëhet ndaj Ore Sotës, në fakt akuza kryesore, ata e kanë futur te trafiku i narkotikëve. Pra, që është implikuar direkt sepse delte bisedat e Skype. Të gjitha këto janë pretendimet e akuzës, që t'jemi të qartë. Asnjë nga këta personat që ne po flasim deri tani. Nëse edhe spak në atë, thotë çdo njeri prezumohet i pafajshëm. Me këtë lloj presioni pastaj diun ç'të bës. Atë kur ti bën 500 faqe, atë fjalinë e fundit prezumohesh i pafajshëm, s'ka nerva njeri të shkojë te fjalia e tij. Pra ti ke mbaruar punë një herë, nuk ka gjyqtar që të merr më përsipër dhe në fund thon ata prezumohet i pafajshëm. Jo, këtu ke drejt, ata duhet ta vënë fillim, jo në fund. Po pra, duhet të jetë fillim, s'do të jetë në fund. Jo fjalia, jo në faqen 501, në faqen 1. Efekti ylli i këtij operacioni, me thënë të drejtën, është unë nuk di sa kompani betoni ka ngelur në Tiranë në qarkullim që prodhojnë beton, sepse janë goditur disa kompani më të mëdha këtu. Dhe prandaj po them që ky është një hetim, nëse rezulton jo 100% kështu, po edhe 50% do të jetë një super sukses i Spakut, më suksesi më i madh. Sigurisht do ta themi në fund kjo është shumë është një hap, kurse unë them që kjo hap i rëndësishëm dhe kundërshpiktive, sepse ja ju situatë të Tiranës edhe të Shqipërisë. Shiko, që se kam lexuar dosjen e vërshim në detaj, për shembull vëre gjëra që për shembull ky ato intriga biznesmenëve ato janë perla të fare. Kjo me këtë Manen për shembull, me Zamir Manen, është duket si ishte njëstruar në këtë rast, Lada, edhe si... Jo, s'më rezulton ashtu, pse ishte njëstruar. Aty janë... Do me thënë tani me që turma kërkon revolucion dhe gjak, hajde të marim një njeri, të godasim, të afutim... Jo, kjo historia që gjdo gjë që bëhet në këtë vënd, ne duhet të relativizojmë. Temi që ka një hetim se po bie ndesh me revolucionin e Kudiun. Jo, aty Zimane... Po pyeti nuk kam drejta bej. Pyeti të gabuar nuk ka. Po, më falë, unë po e sqaroj për opinionin publik, dhe patjetër ke drejtën si gazetar të bësh pyetje dhe unë po të përgjigjem. Atëherë, janë dy të dyshuar si krerë grupë... Adela i në bisedim vetë. Po, dakord, pra... Pa ta sqaroj pra... Dakord, hajtë. Në qofë se më lë ta sqaroj. Tani, Alfredo Hamzaj ju thash që dyshohet kreu njërit prej grupimeve kriminale. I lidhur me Shtufin, të lutem, jo, ky është njeriu e Artur Shehut, sipas dosit. Artur Shehut, po. Që bën trafik droge nga Amerika e Jugut në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe janë një sër vendesh aty që ka trafikuar tonelata. Grupimi dytë është Artur Koçeku. Dhe Artur Koçeku flet me Alfredo Hamzajin dhe thot, unë kam dërguar, thot, kanë prona ata, se i kanë marrë përmes, kanë blerë zotri, kanë investuar parat e kokainës duke blerë prona në jug të vendit. Thot, ne kemi atë tokën tonë, po që të investojmë aty duhet kemi dakordsinë e Zamirit, sepse normalisht nuk mund të ndërtosh në një zonë ku ka ndërtuar Green Coast, është një kompani e madhe që ka ndërtuar disa vila. Atëherë, ata pretendojnë që do të dërgojnë Ilir Shtufin për të biseduar me Zamir Manen dhe ofrojnë deri në 3 milion euro që të merret leja.
Tani, a janë ndërtuar, tani duhet sqaroj një gjë, sepse unë nga natyra jam shumë korrekte, sidomos në rastin e biznesmenve që të dalë te çdo dyshim i arsyeshëm. Zoti Mane të dalësh te revolucionit të mund. Te revolucionit, pra, prandaj po them. Zoti Mane nuk del në komunikimet të drejt për drejta me ta, deri në këtë pjesë të dosjes. Ama ne nuk dim, janë ndërtuar këto vila, nëse po sa kanë kushtuar, si kanë hyrë parat për ndërtimin e këtyre vilave. Së vetë manja që komunikon. Janë që flasin për të. Tani, po të lutem pra tani unë po e sqaroj, çati themi na fal zoti Mane se të përmendi. Jo, nuk po them. Tani ai është një biznesmen i barabartë si gjithë tjerët që ka një përmendje në dosjen hetimore, nuk e them unë këtë gjë, thot dosja hetimore. Dhe prezumohet i pafajshëm si çdo njeri tjetër në këtë vend derisa hetimi të provojë të kundërtën. Ama tani prokuroria duhet na sqaroj, këto vilat janë ndërtuar, këto 30 vilat? Po ky hoteli që pretendohet është ndërtuar, nëse po, kush ka aplikuar për leje, në çfarë kohë është marrë leja, a përkon kjo leje të jetë në të njëjtën kohë që bisedohet në aplikacionin e koduar mes dy të dyshuarve për trafik ndërkombëtar lëndësh narkotike, këto janë çështje që janë për diskutim, pa rënduar pozitën askujt. Ama kjo dosje na ka dëshmuar që po, realisht kemi një bashkëpunim të fortë mes trafikantëve të drogës me biznesin shqiptar. Kjo është dhe këtë duhet ta themi me forcë. Është folur shumë, po kjo e tregon qartazi dhe haptazi. Dhe ndaluan tani, shtufi u ndalua. Dhe në logjik nuk është kjo. Dhe në logjik nuk është vetëm e sotmja. Ata nuk kanë ku i çojnë para tjetër sepse rrezikojnë gjatë gjithë kohës në operacione policore. Shtufi ka mundësi të mos ekstradohet? Ja. Po Shtufi ka stile vajti në Greqi se nuk vajti për rastisht në që të mos ekstradohet? Po normale në Ne nga Greqia kemi ekstraduar dhe me procedurë për shpejt. Unë mendoj që Shtufi do të ekstradohet, nuk ka asnjë mundësi. Nga Greqia, unë besoj, po t'ishte për qiku, edhe ky sota, po t'ishte kështu kishe përfunduar me ndaj nga Federata Ruse dhe s'ke shans ta merri ti në këtë kohë. Nuk shkon dot në Federatë Ruse ai se ashtu i ka hallet, po problemi është te rasti sota është ai nuk e ka menduar kurrë që do të ketë një problem të tillë dhe është i vetmi që u gjet në banesën e tij. Ai edhe një person tjetër i cili ka dhënë atë kontratën me 30 milion lekë vjetra sa. Diku për plasët ajo. Ai po të kishte mend për tiku, s'kishte çonte lokacionin, jam te ky filan vend. Se në moment që ti çon lokacionin, që jam me yllir ekipin, ta vinë kapin aty. Është ndryshe masa arrestit me burg në Shqipëri, që të rish në një paraburgim, dhe ndryshe të rish në një arrest shtëpiak në Greqi, në pritje të ekstradimit. Burgji që ka Greqia apo jo, nuk do rrinë burga i Greqi, do rrinë arrest shtëpiak. Avokat Gurali Brahimllari më shkruan, përshëndetje thotë, apo mos e kam të vjetër unë, today. E qa shkruan? Jo, e kam e përpara këtë. Kam përshtypjen po e lexon gabim zoti Rakipi. Përshëndetje thotë. Jo, mos është për Skype, se ai njeh çështjet e Skype, po, se gjyqtari, ish gjyqtari i gjyqtari krimeve të rënda. Bëhet si shoqërisë AGTCC që ka blerë dhe investon. Është bisedë vjetër që lidhet me Artan Gaçi. Po më përshëndet dhe Kam sot. përshtypjen. Më përshëndet dhe sot ndaj. Po nuk ka rëndësi. Nga që më përshëndet dhe sot. Tani, vijojnë hetimet dhe apritet të zgjerohet listat ndaluarve. Lala? Unë mendoj që, po patjetër hetimet vijojnë dhe besoj që aty po, mund të ketë të tjerë persona që do të merren përgjegjësi penale. Se këtu nuk do mbarojnë personat, për shembull Pallati i Kongreseve. Pallati i Kongreseve tani po ndërtohet Adi Rama e paska kyçi nga Adi Rama. Jo, është edhe ai tjetër. Është vllai, e ngatron. Është edhe ai Rama. Jo, nuk është ai me Rama. Erioni që quhet Rama. Se kemi foton aty, jo, nuk e ke. Tani do vijojnë thua ti, se doni po tani kjo nuk mbaron asnjëherë se tani u bë kjo e Pallatit në Kongreseve. Sa e lartë është ajo? 2 herë sa Mali Tirana. Ato se di. Kush e ka marrë ky? E ka marrë. Kush e ka marrë? Beshiri më duket. Beshiri. Kërkojnë ndjesë. Dini gjë për këtë apo? Shiko. Që tani po e largon fokusin nga ky emisioni që po flasim, po e largon. Unë po pse po e largojmë? Jo, po e largon tani po të Vazhdo zonjë. Atëre, çfarë ka mbetur? Çfarë pengova ti unë? Po pengove. Po kalove te një leje sapo dhën. Kështu që do koha ajo që ta diskutojmë për hetimin. Kjo është legjenda urbane sepse ato janë konsorciume që e marrin. Tani hetime të tjera. Ka fitu kompania arkitekturore që ka thënë do bëj. A kemi hetime të tjera për financimin e kullave? Atëre, a mund t'i përgjigjem unë me një fjalim? Nëse nuk do të kemi, atëherë edhe ky hetim do paragjykohet. Po se disa janë ndërtuar 10 të janë miratuar tani. Nuk, kjo është... Se po janë këta 3 që nga një keq e vogël. Shiko, më lejo të them që media për 15 vite me radhë i kërkon organeve të drejtësisë në këtë vend. Dhe të gjithë, jo vetëm media, po kushdo, kërkon vetëm një gjë. Të ndalohet paraja e pisët. Të ndalohet
futja e tyre në biznesin e ndërtimit. Ti e di domethënë po ndolo para. Dhe e kuptoj unë atë. Por kupton mirë. tani atë nuk e di unë se çfarë dëmi bën ekonomik, të se kuptoj. Por që ditë them vetëm që shqyqyr që këta që shesin drogë, kanë vese, kanë kumarin, kanë prostitucionin. Se i prishin doli. Se në të kundër do na merrin frymën, do punonim ke televizionet e tyre. Pra, por Shqyqyr që kanë vese dhe shqyqyr që nuk bëhen do të lishëm. Se sa kërkojnë, se ka një aty, do hapim televizion, jemi të paprekshëm, i thot ai. Për te veprime hetimore që ka bërë gjithë të periudhë SPAK-u, duhet të thëmë prapë që baza e kësaj dosje janë përgjimet e SKJ-CC-s dhe veprimet e prokurorive tuaja. Pra nuk është një punë, themi, direkte SPAK-u, të nishur nga vetë SPAK-u, për të hetuar këtë fenomen që po ndodh në Shqipëri. Por materiali ka ardhur nga jashtë, ata kanë bërë pjesën e tyre të hetimit, por bazën e kanë pasur nga përgjimet. Po mos kishin përgjimet dhe dosjet belge. Andrea, ty s'ka për asnjë gram. Ne s'kemi kapacitetin, ka kapë ata. Artur Sheu, që flitet në pjesën më të madhe të dosjet për trafikant droge, nuk akuzohet për trafik droge sepse s'kan të provuar që ka bërë veprimin. Për këtë arsye po them, SKJ-CC-ja baza e hetimit. Nuk është veprim i nisur nga SPAK-u në Shqipëri, duke parë se fenomeni i ndërtimit është një fenomen i çuditshëm dhe është i anetemuar nga të gjithë personazhet. S'është asnjë hetim kryesisht i filluar kryesisht. Fenomen i cili bën përshtypje dhe nuk është se ka nisur SPAK-u një hetim të mirëfillt brenda Shqipërisë. Ka pasur një bazë të dhënë nga jashtë, ka pasur përgjime të sjellura nga jashtë dhe në bazë tyre ka vijuar hetimin dhe ka gjetur prova për të akuzuar këta persona. Tani ka një, se më thatë që po të ndalet, ka një gjë, mund t'ja u jep të këto, po jo në qendër Tiranës, se po e mbysin në llojin e formës së tyre. Shoqëria po kthehen këta. Atëherë o ti themi të rinjve, shkoni shisni drogë, se ç'a do bëni? Ç'a rrini aty tek ai, ç'a quhet ky revolucioni flamingos? Hikshi drogë. Se nëse nuk sulmojmë këtë, para që çdo trafikant droge bëhet i lishëm Shqipëri, përkundrazi bëhet pronar televizioni, bëhet politikan nesër, bëhet çdo gjë, po e shkojmë gjithë shesim. Se nuk kanë ai zemër nuk kanë zemra kështu këta alla si çfarë ai Mit Sokoli, nuk ja vun zemrën. Zemër kanë gjithë. Tani se ekziston ligji dhe të ndal ligji që ti shet drogë dhe këto legët i fut në ekonominë shqiptare, prandaj ekziston dhe shoqëria. Nuk mund të jetë në këtë lloj forme. Dhe nëse ndalet këtu, atëherë do ta paragjykoja që gjithçka e kishe me shtufin Zamirmana apo dikë tjetër. Në këtë vend të gjithë këtë bëjnë. Se këta kanë një problem, mirë që i pastrojnë këto para, po duan të duken në të gjithë Tiranën. Shpeshherë çdo njeri vjen dhe bën pyetje si ka mundësi Tirana me kaq shumë makina luksose, s'kan Gjermani, thot ai. O zotri, në Gjermani nuk ka se po ta blesh një makinë, të vjen direkt ku i gjetë lekët që e bleve këtë makinën. Në Tiranë blen dhe tank del mes Tiranës dhe nuk thot njeri ku i gjetë lekët që e bleve këtë. Prandaj në Tiranë do ketë makina pa fund luksose, sepse nuk kërkohet burimi në asnjë moment. Dhe nëse vazhdojmë kështu, pa kërkuar burimin e parave, në 2040 për llogarisë, që narkotrafiku do bëj dhe qeverinë. 2040 thua ti? Janë ata alla, jo ta bëj qeverinë kështu me para, do jenë ata ministra. Ministra. Po pse nga ata vazhdojnë paguajnë para për këtë qeveri, gjatë gjithë kohës. Që ekonomia shqiptare është një ekonomi e varur nga paraja e narkotrafikut kështë i gjetë dukshme dhe ka kohë dhe ka vitën e ka shkuar buza mbrapa qafës, duke e thënë. Madje kryeministri ka dalë dhe ka mbrojtur brenda vendit dhe jashtë vendit mediat ndërkombëtare duke thënë që s'është e vërtetë kjo akuzë. Pra që në industrinë e ndërtimit dhe industrinë e turizmit nuk është futur paraja narkotrafikut. Pra flasim për kokainën, nuk flasim për hashashin, ishte këtu brenda. E dyta. Ne duhet kemi një gjë parasysh. Ore, nuk është se shqiptarët po bëjnë gjithë se kanë bërë se ky trafiku në Europë bëhet. Në vëndë e Bashkimit Evropian bëhet ky, nuk përshesin hënë ata, në vënd që s'ka kontrol. Ata po shesin atje, dhe SPAK-u po godit grupet shqiptare që po bëjnë, po shesin drogë në vëndet e Bashkimit Evropian, kokainë dhe parat që fitojnë atje po investojnë këtu. To po goditën. Pra ndaj të vinë dosjet që ande. Vetëm një fjali, dhe në dosje thuhet,
në bazë edhe me korupcionin me agjendën doganor në portet e Bashkimit Evropian. Dhe në këtë dosje thuhet. O Koli, nëse kapen këta, andalon trafiku kokainë? Po jo, më burë, do vi dikush tjetër, prandaj them. Po kush problemi, se këtë mund ta bënin shqiptarët ju, të përfshishin në këtë nivel të narkotrafikut. Problematika e madhe në vend ku kryua, sepse qeveria që kemi atje krijoi një sistem që ekonomia e të vari pikërisht nga kjo lloj paraje. Se parat pisët ka gjithandej, paraja e narkotrafikut është gjithandej. Po nuk mund të shkoj dhe të bëhet kaq e rëndësishme për zhvillimin e vendit, sa po të pritet ajo me njëherë fillon problematika. Të thash, kur ti godet kompanitë më të mëdha në vend, dhe i ketë përfshirë në një dosje, si bëre pyetjen, oreja ka të tjerë, nëse me këtë ritëm Spaku i shkon kësaj, aty ka dhe ti të shikosh të Toyota Yaris janë dhe prokurorët e vetë atyre. Ai prokurori, ky Zhylieni, se është i papara i atij. Megjithëse këta e mbyllën radhën e parë dhe ja futën vetëm Aurel Zarkën. Po Aurel Zarka po ndikonte ku? Te cili prokuror, te cili gjyqtar, se kishte çështën vet. Pra kjo nuk është një çështje që mbyllet kaq kollaj. Por thashë shumë e rëndësishme cilësia e hetimit, vendosmëria që do kenë prokurorët dhe provat që ata do të marrin. Sepse deri tani jemi te faza janë përgjime, pra janë biseda që kanë përmet Skype, s'kemi flitet për tonelata kokainë, po s'kemi kapur as një gram kokainë, flasne, janë të gjitha argumentat të ardhur. Dhe ndërkohë, e njëjta dosje është duke u gjykuar. E fundit ka një gjykim në Belgjik. Dhe gjyqja e fundit që unë kam. Mund t'japi një vendim i cili ndikoj pasaj dhe në hetimet në Shqipëri. Avokato Tresë Studio për këtë problematik që ti më shkrove më tani, dhe më të në qëndrimin permanent që ke patur për pavlefshmërinë e dhënave të Sky-et, e tjera. Po kjo është një temë tjetër. Ka një drejtë avokati, nëse dosjet bazohet vetëm në këto të dhëna, pa u kryqëzuar. Nga Sky ka nisur kjo ju. Nuk mund të qëndrojnë. Një herë tjetër. Por kjo është një çështje që ka nevojë për një diskutim shumë të madh. Por nëse të dhënat në Sky kryqëzohen me të dhënat të tjera, prova dokumentare, dëshmi e tjera me radhë, apo planet të vendeve të ngjarjes proces verbale, pastaj ndryshon gjëja. Sepse ne kemi diskutuar shpeshherë dhe kemi debatuar me zotin Brahim Llari edhe në procese, sepse këtë pretendim ngret, në fakt aty ka të drejtë se është njësoj të përdorësh një provë të vetme për krime të rënda, gjë që nuk qëndron, po mos qëndrojmë aty. Një fjali për pyetjen e fundit secili, sepse s'kemi kohë, do të fillojmë pjesën e dytë, me sa mora vesh nga protesta janë shfaqur edhe emra organizatorësh, 2 zonja dhe 1 zotri, të cilët unë i kam bërë me shenjë dhe me fjalë regjis, po dhe stafit tim, që po që se mundet të nxjerrë ndonjëri prej tyre, në lidhje do të ishte një gjë shumë e mirë për pjesën e dytë, në cilën ne do të flasim gjerësisht dhe do të debatojmë. Ata kanë kërkuar lejën polici, po nuk janë për protestën, janë të identifikuar se kanë njoftuar policin për pjesëmarrjen, jo se janë organizatorë. Jo, janë shfaqur si organizatorë. Ende skandal organizatorë. Shkruan dikush nga aty. Po, ata kanë marrë përsipër, pra sepse duhet njoftuar policia dhe ata kanë. Një fjali secili për pjesën që po përmbyllim është ky një hap i rëndësishëm që i jep, si thua, po një fjali vetëm, jo diskutim, që i jep fund skepticizmit për Spakun. Unë kam vetëm mbështetje, nuk mund të jem skeptik. Nëse nuk do ta vazhdoj historinë e kësaj dosje, do jem jo skeptik. Po më shumë se skeptik. Po më shumë se skeptik. Do mendoj që gjithçka ishte për të goditur pikërisht në këtë moment. Hoxha? Për mua është në vazhdën e hetimeve që ka bërë Spaku, se mos hetimet që vinë nga vendet të Bashkimit Evropian, pra që janë dosje që vinë andej, gjithë problematika që ka Spaku nga në marshim këta. Nga ky moment, pra është që të provoj me prova ta kryqëzoj atë dosje që ka ardhur nga Belgjika, ta kryqëzoj me prova tjera, me investimet që janë bërë në Shqipëri, me elementet që si kanë interesuar prokurorisë belge atje, dhe të provoj në para gjykatës që kjo të përkthehet në vendim fajësie. Nëse s'dalim me vendim fajësie, për rastin konkret, atëherë vjen keq, po ky do të jetë një dështim për pasojat e rënda. A është një hap i rëndësishëm i Spak? Për mua është ndër dosjet më të rëndësishme, patjetër që duke qenë se përmendet kundër skeptikëve që kanë qenë goxha. Jo, nuk merrem fare me ato se secili ka mendimin e vet, po është një hap i rëndësishëm, por sigurisht jo i plot nëse nuk do të shkohet deri në fund të hetimit. Tela, një fjali? Sigurisht, kjo dosje konfirmon atë që kemi thënë prej kohësh se çfarë po ndodh me industrinë e ndërtimit në Tiranë dhe në Bregdet, në të gjithë Shqipërinë. E rëndësishme është edhe ajo që thash pak më parë, Spak mos mbetet peng
i SKJCC-s dhe i dosjeve të ardhura nga jashtë. Duhet që të tregojmë pas 10 vitesh ekzistencë çfarë është në gjendje të bëjë vetë në Shqipëri. Nderuar të shikus, kjo ishte pjesa e parë e emisionit tonë për mbrëmjen e sotme, u përpoqëm thoshim diçka në lidhje me një dosje shumë të rëndësishme, me një shpërthim të spagut, duke të jesh një përpjekje për hapjen e kutisë Pandorës, hapjen e një kutie të madhe fatkeqësisht, një kutie shumë të madhe, kutie Pandorës te ne, dhe ne do të vijojmë në ditët që do të vinë me gjithçka që do të mundim. Falenderoj zonjën Lala dhe zotin Bregu, dy kolegët e tjerë do të rinë këtu dhe do të shtohet panel tjetër për të vijuar pjesën e dytë mjaft e rëndësishme për zhvillimet aktuale, zhvillimet e momentit. Fare shkurt publicitet rikthehemi.